Mirëmëngjesi. Si jeni moj vajza? Mirëmëngjes Neada. Mirëmëngjes Franc. Mirëmëngjes Mikaela. Mirëmëngjes Franc. Po si jeni zgjuar sot? Po mirë, ja kështu me shi. Shi moj, shi është. Jo shi, po qamet. Shi është i bukur, shi është bereqet, shi është jeta, shi është çdo gjë. Ku ka të bukurën shiu? Ja pyesim Mikaelën. Jo, po është skandaloze, çfarë? Ne kemi puntatën e parë sot dhe të vijun me flokët e fryra nga shiu. Po, domethënë kemi puntatën e parë dhe e nisi me shi, do të thotë që sipas atyre riteve të lashta, domethënë do na shkoj super mirë. Do rrjedhi domethënë. O sa Po në mos bukur. e vjedhi do pikoj. Do verësoj mësoj tha. Mirëmëngjes. Po si jeni? Nada si e zgjuar sot Po më? mirë, si të dukem ty? Nuk e di, se ke lezetshëm. një gjë kështu, domethënë, thua nuk Se është. jam shumë e lumtur për këtë gjë, edhe për të bërë një prezantim edhe për gjithë ata që na bashkohen tani në valët e Radio Travel në 104.6 dhe në ekranin e Premium Channel. Ky është Zgjo po deshe. Çdo mëngjes do të jemi bashkë në orën 7 të mëngjesit me tre karaktere shumë veçanta, besoj e kanë parë njerëzit edhe nga spoti, me një ankthioze, Me një super pozitiv të lumtur, si puna ime. Dhe me një nevrike. po që do transformohemi rrugës. Do marrim formën e rubrikave dhe temave interesante që kemi këtu për të përfaqësuar çdo prej jush në formën më të bukur të mundshme. Kështu që mirëmëngjes gjithëve ju që sapo u zgjuat, mirëmëngjes do t'ju them edhe atyre që do zgjohen pak më vonë, do jemi çdo ditë me super rubrika, me gjëra shumë të bukura, me tema, me të ftuar, e çfarë nuk do kemi. Mbi të gjitha muzikë super të mirë njerëz apo jam Mikaela. Patjetër në Radio Travel 104.6 FM dhe sigurisht në ekranin e Premium Channel. Po Franc, mund të na zbulosh në një rubrik? Do qeshim. Mirë, ja këtë. Ama se do ma thoshit e di unë, do vit të një moment që do thoshit thuaj rubrikën tënde të preferuar. Barsoletat. Barsaleta, okej, por e kemi nesër, nuk do ta zbuloj. Le të zgjohen me kureshtje njerëzit se çfarë rubrike do kemi nesër. Është një rubrikë që ka të bëjë me fjalët, me llafkat. Si me fjalët, more? Me fjalët. Do merrem me thashë theme? Jo, me thashë theme do merrem pak më vonë. Është tjetër ditë ajo. Oh, vërtet? Ja, se po e pi kafe Mikaela, po e pi kafe Mikaela. Ja, me lejo të zbulojmë pak nga pak. Mikaela po pi kafe turke se ka një arsye shumë të madhe. Në këtë program do na bashkohet edhe një personazh shumë interesant, inteligjenca artificiale në formën e chat GDP thon sa njerëz. Po, apo ai kryeministri ai që thoshte I love ChatGPT. Por këtu te ne do na shohë filxhanin, do e bëjmë fallxhor. Hajde, që do vinte dita që do na shikonte çati filxhani, nuk ma kishte marrë mendja. Ja, pra, Mikaela ti qofsh, ti je e para që do ta shikoj. Ideja është të na bëj drekën Franc se filxhani. Mo ideja është sa jo shtëpis. Ideja është të na gjej në nuse. Po le këto. Po javën tjetër do e pish ti filxhani, më duket kafen turke. Po, direkt me zembra me gjëra. Allah, të erdhi 14 shkurti Franc. Njerëz do kemi edhe quiz-e këtu në Zgjohu po deshe, kështu që na ndiqni, tregoni të vëmendshëm se do fitoni gjëra shumë interesante, ë? Nada e vërtetë po. Kemi quiz-et tona që ju shpërblejnë me kupona. Këtë herë na bashkohet Sweet Spot, një agjenci turistike, 50 euro për ju, por avash do ta zbulojmë edhe quiz-in. Nuk janë të vështira, do t'ju japim ndihmë. Ju të dy nuk duhet të flisni. Jo, ja shikoj. Absolutisht. Është totale. Maksimumi do bëjmë ndonjë story, do ta hedhim shumë në Instagram. Ky është përgjigjja saktë. Po mund të luani edhe ju se keni shanse për të fituar, që është gjë e mirë. Jo, po unë nuk bëj kod kur nuk ua them Barsaletën e ditës. Në rregull, kështu që as ti mos na Interesant. Muhabeti. Shko Mikaela, po çkeme, mos më shikoha shumë më nerva ore lërë. Do qeshim, do fitojmë, po tani do shajmë edhe ndonjë hall, kupton? Ashtu ë? Po patjetër. Çfarë hallesh ke ti? Patjetër, do shajmë tani, do presim të shikojmë çfarë do na dërgojnë dëgjuesit tan, por është e padiskutueshme që çdo ditë unë do I lexoj ato mesazhe dhe me patjetër do zgjedh një apo dy nga këto ankesat e përditshme që kanë. Kjo është hapësira juaj, e dedikuar totalisht për ju me ankesat tuaja, shqetësimet tuaja, ndoshta edhe ndjesi pozitive që mund të keni. Për këtë kemi vënë në dispozicion numrin tonë të telefonit 068 20 63 423. Njerëz, zgjoni me ne në Zgjohu po deshe. Po si harruam ne? Çfarë harruam? Po ne do udhtojmë nëpër Tiranë. Po. Me 2 taksi. Një me Jarin, një me Xhevin. Për ditë do udhëtojmë. Nga njëra anë e Tiranës, nga anën tjetër. Po do themi se si do jetë moti sot për shembull. Po, patjetër, me trafike, me mot. Po ne pse flasim si pekolçe apo? Nuk e di çfarë ju pushton. Pastaj nga që kam unë kështu atë të freskët atë ndjesinë në një shfaqje që kam pasur edhe. E mo fillove ti tash. Jo, me tash edhe ti tash kohën. Po vërtetë. Mirë, kalojmë një. Besoj e bëm hyrjen. Jemi okay, jemi në rregull. Një çik muzikë për shefin ton. Hajde, një çik edhe ne. Jepin çik muzikë. Ju përshëndesim me këngën e parë për sot. Mirëmëngjes gjithëve.
Mirëmëngjesi sërish. Mirëmëngjesi. 7:22 minuta dhe kjo është hapësira për të njohur me parashikimin e motit për ditën e sotme. Për këtë kujdesem unë patjetër është detyra ime. Hajde nada, hajde. Këtë të hënë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura, si dhe alterime kthjellimesh prej orëve të mesditës. Reshjet e herpashershme shiu do të jenë prezente me intensitet kryesisht të ulët në pjesën më të madhe të vendit. Në relievet malore shtrëngatat do të jenë afatshkurtra. Ndërkohë në zonën e Alpeve dhe relievet e larta malore mbi 1 metër në verilindje dhe juglindje të vendit priten reshje dëbore me intensitet të ulët e lokalisht mesatar. Era do të fryjë me drejtim verilindje veri perëndim me një shpejtësi mesatare 6 metër për sekond. Ndërkohë, njihemi pak edhe me temperaturat për qytetet kryesore. Tirana zgjot me temperatura 11 gradë Celsius, Shkodra 12 gradë Celsius, Saranda 11 gradë Celsius, Fieri 10 gradë Celsius, Kuksi 7 gradë Celsius dhe Elbasani 9 gradë Celsius. Ui, nada, nuk e mo. di. Po shumë temperaturat të larta këto për shkurtin më i vajzë. 11, 12 të duket të larta. Jo, seriozisht, po e mendoja në fakt gjithë këto ditë që duhet të bënte një dimër i madh tani, s'është më si dikur, e ke parasysh? Mirë, ka Qenë qenë tipo ftohtë. ankohesh që s'është ftohtë mjaftueshëm. Ka qenë ftohtë, po ka patur edhe luhatje të tipit një ditë shumë ftohtë, Po. pastaj ngrohtë, pastaj zagushi, pastaj shi. Po ja, pra kjo luhatja mua nuk më pëlqen sepse nuk po dallohen më stinët. Domethënë ti dikur e kishe Se o dimër. mërzit e ty. Ja, do flasim me në natyrë. Po jo, më jo. Franci është bezdisur. Nuk është se më mërzita, po është bukur kur njeriu i shikon edhe i shijon të gjitha stinët. Tani se merr vesh. Si do doja ti të ishte për shembull? Sot, dimër moj. Jem mësuar me dëbor, prandaj. Dimër, patjetër më bëj të pastroj këto mikrobet e gjërat, siç i themi ne, gjithsesi më duket, pse di. Moj po në Athinë si do jetë moti, Nesër me Athinën me vendet e rajonit, po u mjaftuam me qytetet kryesore, me qytetet kryesore të vendit ton. Pastaj Elbasanin, meqense kemi afër, na intereson temperatura. Se do kalojmë, do ikim. Shi do e gjithë ditën sot. Na vjen shumë keq, nuk ju ndihmojmë dot, po të paktën na keni ne që t'ju bëjmë shoqëri nga ora 7 deri në orën 9:30 të mëngjesit. Merreni çadrën njerëz, merreni çadrën me vete. Ja, pra dilemën e parë të ditës e zgjidhëm se si do jetë moti. Tani të shohim dilemën e dytë, do ndikoj ky moti te trafiku i Tiranës apo që ç'kemë të do të marrim telefon taksistin ton i preferuar, jo është bërë tashmë i grupit ton. Ashtu, kush është ky moj? Por do jetë i preferuari edhe për ta është taksist Bujari. Është djalë shumë i mirë edhe është i qetë, kështu si natyrë. Ah, po ja ta dëgjojmë mirë, çfarë do thotë ky? Çfarë do thotë ky? Ja ta marrim një herë. Ja ta marrim. Merre ta dëgjoj. Hajde një herë. Aha. Një zile. Dy zile. E mo hape. Alo! Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Bujar. Mirëmëngjes vajza. Si e gdhir sot? Oh, ma mirë nuk bëhet. Nuk bëhet, a? Për zotin e madh. Si jeni ju? Duke shumë i lumtur Bujar. Jam i lumtur, jam shumë i lumtur, mbi të gjitha jam i qetë. Sa i qetë. E para ju uroj ditë marr. Faleminderit. Ju uroj sezon të marr. Faleminderit shumë. Faleminderit. Është aty doj zemra. Tani kam përshtypjen e di pse është i lumtur Bujari, se në këto ditët me shi njerëzit nuk marrin vetëm çadrën, por marrin edhe taksi, kështu që ka shumë Kështu që- punë sot. Desha me thëmë, por ja, po, është e vërtetë se më gjeshet. Kur e ke nisur punën sot? Sot si gjithmonë në 5. Në 5. Në 5, po. Kishte shumë lëvizje në orën 5. Jo, në 5 o shet, masanej bëhet më pak më se shet. Bie pak. Po. Fiket fare. Po, për momentin jam stacionuke rruga e Elbasonit. Stacion këtu afër shihet. Ose shet këtu, masanej pas orës 9. Po, na duket aq qet në sfond. E po fillun të shi burijet, e në unë kam boj kërkes më bashki me i bo burijet më të sheta, nuk e di Me se... të drejt. Burijet? Ma të sheta, po të shofim çfarë përgjigje do na kthej. Ma do e Po marrim. mirë, na thuaj parasysh. pak në përgjithësi si është Tirana, si janë këto rrugët kryesore. Shet, pra ta thashin, shumë Të shet. gjitha qet? Po, pe ke pazari jo shet, aty ke pallati me shigjeta, mendoja se nuk do ishte kaq shet, po shet, shet, e shumë në, qet. Po. Nuk ka asnjë shqetësim vërtet. As në qendër? Shqetësim ka vetëm pak bravo ke shenra, Bravo, ka 10 vetëm pikë për mua. ka vetëm pak shqetësim. Po sa i ka jo shëja, boj shetën aty. Ti e nisi ditën në orën 5 apo jo? Po, si gjithmonë? Do me thënë klientin e parë e ke në orën 5 të E mëngjesit? kom 5 e një sherek. E i qerek. E një sherek, po. Pret 15 minuta, do Po, me thënë. jo, e po, më pret atje pika, Pi një me kafe. se ne ikim. E di për sham vini natë mu? Për çfarë? Që veç ju dëgjoje nuk ja u shoh fytyrat e bukura. O, mraft, Për pika zotin. Po ti e di që mund na shohësh në Premium Channel. Apo unë jam punë, unë vetëm ju dëgjoj.
E harrove këtë Më mirë nduk. darkë kur ti kesh në shtëpi do kesh mundësi. Mirë. A je gjithë ditën taksi? Gjithë ditën. Çfarë thurë? Gjithë ditën. Po E, mirë. më ka ardhi klient duket. Më ka ardhi klient. Ka ardhur. Po, duhet me Mirë, pra shumë faleminderit, punë të mbar. Ajt pra, mirë pafshim me sezon të marr. Faleminderit, Shet Kaloj mos mirë harroni, bujar. shet. Ditë mbar edhe për ty. Zot bujari, nuk e di domethënë. Ha më pranë se të duk bujari. Bujari ishte fantastik. I qet. Fantastik, ë? Më i qetë se mua, që zakonisht. Fiks për emision mëngjesit. Mba. Tani e Bashkë. besuat ju këtë qetësinë e trafikut që tha ky bujari apo? Me thënë drejtën jo, unë jo. Vetëm bëri ishte në sfond, kështu nuk e besoj fare. Po mirë, Burie, atëherë siç do po thej. marrim dikë tjetër që të na jap situatën reale të trafikut. Okej, kjo po Jemi bën gati. sa. Okej, do telefonojmë zotin Xhevid, i cili është edhe kryetari i sindikatës të taksistëve. Okej. Jemi me trafikun në Tiranë, si do të jetë kjo e hënë për ju, për gjithë ju që keni marrë makinën për të shkuar në punë, për të çuar fëmijët në shkollë, Ma ose mirë që jeni mendja- edhe në autobus, pse jo? Ma mirë mendja që është ditë shiu sot dhe do ketë sa Po, pak besoj do ketë pak ngarkesë. rëmuj. Ta ndorlikime. Megjithatë ta dëgjojmë se çfarë do na thotë zoti Xhevit. E kemi Xhevitin? Nuk e di ma e kemi zotin Xhevit në linjë. Po Jemi lidhemi me zotin Xhevid, presim se normalisht është edhe në krye të detyrës dhe Po, patjetër. Po sigurisht Duhet që ka gjetur ditë të momentin ngarkuara edhe për ne që kemi ardhur Ose janë shumë herët, unë pa çuditërisht që kishte kishte shumë lëvizje, qarkullim po. nëpër Tiranë. Ore, Se ti si ka- mendon që shi, errësirë, Si ka mundësi që gjithë semaforët na dolin sot përpara, thash çfarë është kjo që po ndodh? Vërtet, Shi, ë? po patjetër. se duhet të Kuq, kishin kuq. hequr semaforët. Okej. Mirë do ishte Mikaela. tjerë Ta nga ecja. Korça sot Jo, frat? jo. Erdha që dje në darkë ishte vonë, po çon si ka kjo. Okej. Ishte na. Okej, Mirë, e kemi Xhevitin. E kemi zotin Xhevit apo jo? Alo. Mirëmëngjes. Përshëndetje. 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 Alo. Na dëgjoni? Po jashtëzakonisht mirë. Okej. Si jeni, e zotin Xhevid? Mirë, faleminderit. Ju mirë? E dëgjojmë pak Faleminderit. ulët në studio, nëse mund ta Okej. rrisim pak Si shiu. volumin. Po. Zoti Xhevit, juve ku ndodheni për Po. momentin? Për momentin jam ke zogu zirë, ke farmacia ditë e natë. Okej, në rregull. Në rregull. Si është Dhe- trafiku në zog të zje? Për momentin nuk është i rënduar dhe tashi fillose 7:30, 8:30, quhet orari pik, Mhm. që janë shkollarët, nxënësit, punëtorë gjitha dhe atëherë fillon rëndohet. Është lëvizja më e Po madhe. tashi për momentin nuk është i rënduar. Okej. Ndërkohë besoj ke qarkulluar nëpër Tiranë, ke Kam lëvizur, i bajë ke në- parë ngarkesën si është? Por kur kam lëvizur në orë 7 ka qenë herët. Tashi filloi ngarkohet deri ka ora 10 bëhet si thosh gjithë shqiptarët, gjithë tiranësit, përfshi edhe gazetarët e nderuar, kur dalin menojnë se si të hajë janë në trafik. Kjo është e vërtetë, kjo është e vërtetë. Po, Xhevid, për të gjithë ata që na ndiqin në radio, duam të na bësh një përmbledhje për rrugët kryesore në kryeqytet, se si do të jetë trafiku sot. Me çfarë ke parë deri më tani? Atëherë edhe nga përvoja ime e shumë vjeçare si taksist që kam të bëj me trafikun çdo ditë, trafiku është i rënduar sidomos ke zogu i Zi sepse ndërtohet në atë mënyrë e ka ndërtuar, ish rruga e Durrësit, se ajo s'është e Durrësit, se nuk shkon më për Durrës, shkon të Një herë gjithë një kohë. makinat që shkarkoheshin ke rruga e Durrësit nuk shkarkohen. Po. Dalin ke mine peza si fillo ke Flora vje e përplasen ke zogu i Zi. Po. Pastaj ke 21 datori është prap shumë e ngarkuar. Ke Vasil Shanta është shumë e ngarkuar. Përjashtu edhe bllokun, por këto janë nga kryesoret. Rruga është sot tregu i rrova, tregu i Medrezes, prap është i ngarkuar. Ke spitali, ke farmacia 10, është një semafor i shkurtër, i vogël, që nuk e përballon dot gjithat e trafik dhe të gjithë makinat që duhen më kthy për ka spitalet vjen rreshti këtë tregu, sepse shkojnë për 3, kthehen për 1. Patjetër që ngarkohet. Dhe kur e di unë, një punëtor i thjesht, një taksist, si gjithë taksistët e tjerë, merre me mend se si e bën inxhinieria që është për atë punë, po, ja që bëjnë vaki këto punë në Shqipëri, kanë përplas këtu ke karbon gazheli, ke kryqëzimi i qyturi, thjesht, jo se ka një emër të zyrtare, ke kryqëzimi i Dan Bosës, që shkon ke treni, futen në Zogzi, grumbullohen të gjithë makinat e Republikës së Shqipërisë që do të udhtojnë për jug apo për veri. Okej. Se rruga e Durrësit nuk shfryn më. Të gjithë ata që duhen u shku për Saranda apo për Tropoj, po i mor skaj të Shqipërisë, vinë e përplasin ke ky kryqëzim. Dhe tash i ta shofish, nuk e shoh. Këtu ku jam unë nuk shihet ke rajoni 3, është u shku ke Flora është rradha. Është Sepse singërsh, vinë po që thua. gjithë aty.
Paska shumë Është ngarkesë. një ngër që kishte mundësi të rregullohej, mos të bëj kështu po. Se kur vin për fajt menaxhimit i vjekës gjë qytetari, kur ngelim trafik patjetër që trafik ka kudo, po për fajt menaxhimit besoj se edhe ju jeni dakord që nuk është mirë. Patjetër, i bashkojmë shqetësimit tënd, po mos t'i futemi këtyre halleve, mjaftohemi me këto që kemi. Besoj që ti ke rrugdalje edhe në situata të tilla të vështira. Ka ato rrugicat që të shërbejnë pak a shumë. Ka rrugica, po ka alternativa, po një për ça hallet unë popullit, po vështirë ka ai që ka udhëtimin e drejtë sepse nuk i din këto rrugica. Edhe këto po ti dish tash i kena filluar, kena mësuar që të gjithë. Patjetër. Nuk ka gazetar për ju që nuk i din rrugicat. Normal. Xhevit, cilat janë ato intervale kohe që janë më të lirshme për të lëvizur nëpër Tiranë? Tashi, faktikisht është se Tirana është e ngarkuar edhe nga rrethet. Sepse cilido shqiptar nga Saranda, Antropoi i marr për treguar gjeografinë e këtij vendi, vjen në Tiranë për të ketë punë ke ministrit, ke ambasadat, ke personeli mjekësor, ke fakultetet, janë gjithë grumbulluara. Vetëm kishim gjykatat e apelit, ata i grumbullum këtu, tash i bile kena provu dhe kadastrën e Vlorës. E çka do thotë, ai që ka një punë në kadastër Vlorës do vijmë në Tiranë, pra shto dhe i makinë. Zë gazetare, nëse dhe për të shkuar nga Zogujzi te Ministria e Rendit, ke pasi 100 makina. Nëse ke 110, je edhe 100 metra më mbrapa. E kuptojmë, në rregull, zot Xhavit, ju falenderojmë shumë për gjitha informacionet që na dhat. Ne do jemi si çdo ditë bashkë rreth kësaj ore për të mësuar situatën e trafikut. Çdo orë që të më merrni, unë nuk e kam asnjë problem se unë nuk e kam telefonin vesh si po më thot polici se këto Faleminderit shumë. Shumë kënaqësi, punë të mbarë dhe ditë të mbarë. Gjithë të mirat. Gjithashtu. Nuk ka fajt Xhaviti. Trafik. Të gjithë kanë marrë makinë sot, edhe kanë përshtypjen Tiranë më shumë ka makina se sa njerëz. Po, kjo është. Prandaj ka dhe trafik. Nuk bën çudi edhe kjo, në fakt edhe sapo të bjerë pika e parë shiut të gjithë ingranohen për t'i nxjerrë ato makina. Megjithatë u njohëm edhe me situatën e trafikut në Tiranë, edhe pse prisnim që do ishte disi e rënduar për shkak të kushteve atmosferike, mendoj se është momenti për të dëgjuar një këngë. Kështu kalohet koha më mirë në trafik. Mirëmëngjes. U kthye. Jemi rikthyer në Radio Travel me Zgjau Podeshe. 104.6 shumë e bukur. Është fiks për sot, The Lazy Song, dita e Dembelës. Është një këngë që vetëm mund ta dëgjojmë, nuk mund ta praktikojmë sot. Nuk mund të jemi lazy sot. Si do thotë ti Mikaela, you wish. You wish, tamam, ashtu do thoja Franc, sikur të shtua kjo doza lumturisë më duket. Ua, nuk e di, kam në gradën time më të lartë. Ka shkuar buza ke tipi veshit, po pra, nga lumturia. Ti ma shikon këtej, nga krau jo se Mikaela nuk shikon. Shiko, unë nuk është se kam nevojë për ndonjë arsye për të festuar çdo ditë, sepse siç e keni vënë edhe këto ditë që kemi punuar bashkë, jam kështu nga natyra. Ja. Por konfirmojmë. Ne tani do prezantojmë një rubrikë që e kemi quajtur Suspense Festa e Ditës. Po tani duhet kemi arsye për të festuar. Po festojnë njerëzit në përbot, festojnë, gjejmë festa nga më të ndryshmet, të çuditshme. Mirë, di me këto tani do një festë shumë të bukur, që Groundhog Day. Si? Çfarë do të thonë kjo? Ai mirë tash. Për ne që s'dim anglisht. Ju i dini këto terma, unë thjesht e lexova. Me speak English 50-50. In the beginning. beginning. Tani është dita e marmotit quhet. Domethënë është ajo kafsha e vogël e cila del nga toka. Marmoti. E keni parasysh? Të martë moti. Është sa fjalë e bukur marmot. Kemi ne këtë? Nuk e kemi si kafsh më duket. Nuk besoj. E kemi edhe ne këtë. Në një lloj urithi? Urithi po pak më luksoz. Po marmot. Edhe është një legjendë tani që ky ngrihet një moment nga gjumi vet letargjik. Edhe zgjohet, po çohet aty jashtë, shikon botën me sy. Kështu shtrishet. Mbyll alarmin. Edhe legjenda thotë që nëse ai e shikon hijen e vet, atëherë do kthehet të flejë edhe një 6 javë të tjera sepse do ketë dimër. Po kështu është legjenda, ndërsa nëse nuk e shikon hijen, do dal pramera, do vi me një lule, nuk e di. Me këto orientohen domethënë. Po. Edhe ti me këtë orientohesh, po kërkoje dimër që pari. Unë jam vetë një marmot. Ke fol me marmotin ti. Tani unë dua të di si festohet. Pra sa do ta thoj edhe unë. Dita e marmotit, çfarë i bëjnë? Hedhin valle me marmotin? Jo, hapin gropa si futen ata. Edhe dalin, edhe shikojnë. Apo dalin shikojnë hijen. Po. Jo, po një çik muzik duhet, se ku ka fest pa muzik? S'ka fest. Festa e ditës, festa parazire. Festa e ditës, festa e ditës. Tan.
Gëzuar të gjithë marmotëve kudo që janë, qindra dhe gati lumturinë në shtëpitë tuaja, Edhe ashtu ata që themi. janë në gjumë gëzuar, do ta shikojnë emisionin nesër Po pas kthyen nga ana tjetër marmoti. Sa na dëgjojnë neve. Marmoti bën mirë të zgjohet të na vi pranvera se nuk durojmë dot edhe 6 javë dimër. Tani, dua t'ju them një gjë dhe ta keni parasysh për gjitha ditën në vazhdim. Në vazhdim. Nuk do ketë ditë që unë nuk do përmend një festë që të ketë ushqimin brenda. Dgjoj, shiko. Meqense ishim te marmoti. Unë mendoj që duhet edhe ti përshtasim një çik me vendin ton. Se para në marmotin si kemi, pse mos kemi festën e Kriçit? E Kriçit. Sa Kriça kemi në Shqipërinë? Po, ose të gjelit të detit për Si shkak. bën Kriçi Franc? Nuk. Jam akoma te jari. Po ju Po e thoja. kërkoj Mikaela. Nuk të ndihmoj dot. Po ju thoja këtë gjën që çdo ditë unë do zgjedh nga një festë që të ketë ushqim në përbërje. Me të ngrënë, Me të lukë ngrëna, me të veten. pira. Po, kështu që sot për të gjithë dashamirësit e picave, gëzuar ditën tuaj. Gëzuar. Gëzuar. Ja pra, kjo po që është fest. Sot është dita e picave njerëz. Ky është ai momenti ku unë them, "Ma Eva, nga një picë që Për gjithë Ma Eva lutem ato pica. Po, tash tash picë që në mëngjes ju e si e keni raportin me picat? I hani, i preferoni? Shumë të Hahet mira. edhe në mëngjes pica. Ç'a thua më? Madje, pica më e shishme është ajo që e ke lënë gjatë natës në frigorifer. Si thoni ju? Zgjohesh, ha frigoriferin dhe ha dhe është super e shishme. Mikaela, si thoni Varet ju ku e ke këtyre? bler, po çfarë rëndësi ka kjo? Janë Këtyre- detaje Seri, tjera. Mikaela. Këtyre të mbeturave, si thoni ju ande nga Veturina. zona juaj? Veturina. Në termat tuaj të jashtetit? Skupivje. Jo, më. E shisht të më. Leftovers. Sa më e ha. Leftovers. S'do ta thoja unë, tash se Do do jeta ta thoje. Po ja pra që e the. E kemi në të gjitha gjuhët e botës. A bojni për i picë mas Po, me emisionin. lale. Ne krejt këtu në studio e në regjia. Qa Bëhemi Picë keni që ras preferuar Franci ju? të gjithë. Keni një picë preferuar? Po, me salam pikant. Diavola. Për Mikaelën. Si Franc? Po, unë e dua kështu më vegetariane me gjëra. Vegetariane me patullxhane më? Me gjona me çfarë? Pizza hake ti, turri, pizza turri. Ajo so picë më? Po ti nada? Unë e dua të pastër. Çfarë do të Margarita. Ah, do të thon pas një gjë fare. Është një nga picat më të mira të mundshme dhe që nuk rrezikon kudo ta porosisësh, është e shishme, kudo se s'kan ç'i bëjnë. Aq për Po çfarë bërës ti ka. bën? Ku ka qenë vendi që keni ngrënë picën më të mirë? Flas jashtë Shqipërisë. Në çfarë vendi kështu? Në Itali. Oh, Itali okay. bën pica më të Itali, mira. mirë. Direkt do t'ju pres bileta, do ikim në Itali. Të gjithë do han pica. Që tani Për biletat mbase na ndihmon ne Ada me kuicin se të marrim edhe ndonjë ulje të këto bileta. Po Hajde me qenë një- se e përmendëm, kalojmë te quizi gjeje ku. Hajde. Si. Me qenë se doni të udhtoni, quizi ju shpërblen me një kupon në vlerën e 50 eurove nga Sweet Spot, por fillimisht duhet të gjeni përgjigjen e saktë për këtë pyetje. Në cilin qytet mund të pihet kafe në orën 12 të natës? Në Rom, në Stamboll, apo Stina Athina mu? Në Athinë. 068 40 63 423. Edhe një herë pyetja për ju, në cilin qytet mund të pihet kafe në orën 12 të natës? Që do thotë shkon në lokal, në një bar, edhe nuk thonë Ka që ekspresin ndezur. Ekspresin e kemi Si të puna fikur, jon këtu, do të po. porosisësh të ftohtë. Jo, këtu nuk Paguash ka. një çik më Më shumë. mirë. Pas orës Ka disa, ka. 7. E Ka. diçka. Ka. Kan filluar kanë bërë qen 5 tani. Ca lokale kanë bërë qen 5. Tregon ti Kur ka është- me dashës ja. Kur është kafja më e vonë? Ti Çi ke trego- pirë? Në çfarë do llojore të mundshme kam pirë kafe? Tu në Tiranë më? Po, më. Po çfarë thua? Do ta kisha futur në quiz. Ej, Jo se këtu e gjen kollaj, po ta kisha futur në na quiz. shkruani numrin tonë të telefonit, po mos harroni edhe në Edhe në faqen tonë të Instagram. Instagramit, në Premium Channel, shkruani atje përgjigjen e saktë se do shpërbleni. Festa e ditës. Jemi, po ku ka fest pa muzikë tham mirë atë. Po Po. ta kishim edhe një çik të pëlqen. Të pëlqen ajo, festa e ditës, festa e ditës. Ta kisha marrë dhe një festa shamir. Ej, zoti i madh. Po pini shumë kafe ju? Pini shumë kafe gjatë ditës apo jo? Kështu, kot sa një për mëngjesi me të. 2 kafe. Dy. kafe në ditë, Mjaftueshëm besoj, besoj, Mikaela? Mendoj se i ve vetes limitin e 2 kafeve, po pastaj varet si më merr dita o Francë. Aq Mund të është bëhen më e edhe 5-6. shëndetshme. Mund të marrësh. 5-6. Po. Ju ç'a thua më? Seriozisht? A është gjykim ky që po ndjej nga ju? Nuk fillon është të habi. dridhesh? një Filloj, çik? po, filloj. Po si e bën? Bëj belly dance. Për festa, evente, Billy Dentro, Jeri Jepini- një 5 kafe Mikaelës edhe. 500 lekë kushton një kafe? Jo, më 500 kushton kështu, ndonjë vend tjetër, po. Tani nuk sugjerohet që të pish kaq Po, shumë. patjetër. Domethënë trupi deri në 2 kafe i përballon edhe të fundit mundësisht para orës 5, pas dite. Unë Mendoj. çuditërisht kam filluar ta pi ndonjë edhe pas orës 5. Edhe aq më zë gjumi më na. Vërtet? Ada ua. Jo, Nuk edhe të bën më asgjë? zgjumi. Ëh? Mua jo.
Asnjë lloj efekti. Se Më di. lë pa i gjumë kafeinën. Dikur më përpara dhe unë kam pasur këtë problem, po jam rritur tani. Me moshën onë, Me moshë. Për sot si do ja bëjmë? E keni marrë kafen e parë? Po, kemi pirë. Ja. Ti e ke turke, zëni dashur. Do ta shikoj me thamë atë, do t'ja shikoj. Dgjoj, herën tjetër ma eva dhe një llokum për Mikaelën që të Ah, ëmbëlsohet. ose një biskot. Okej, sa të marrim dhe një kafe tjetër ne, kalojmë në Në muzikë, Muzikë. edhe publicitet, një çik, hajde. shumë pak. Juri Mirëmëngjesi. mirëmëngjes edhe Jemi një live. jemi live në 104.6 në Radio Travel dhe në Premium Channel. Si Bravo, jeni sa moj mirë mban vajza? mend, ore. I mbaj mend, unë zakonisht Memoria mbaj top. mend. Zakonisht mbaj mend. Ja, po e kanë aktorët këtë. Ashtu Se ë? me gjitha ato skenare që kalon ti, sa duhet mbash mend? Okej, po është çik edhe me, si thua, me Me tip të dhënë. me të dhënë, po Me kjo njeri. kjo gjëja e të mbajturit mend. Ka njerëz që mbajnë mend, ka njerëz që nuk mbajnë Sa mend. e kemi numrin e telefonit për shembull? 068 20 63 423. Më mirë, ja e mbaja mend patjetër. Është momenti tani t'ju njohim pak me lajme nga bota, nga vende dhe ngjarje të çuditshme ndoshta. Travel News. Lajme pe botë ishte kjo. Lajme pe vërteti. Po nëse do ta kishit ju në dorë këtë fletën që kam unë me informacionin për këtë destinacion do ishte kështu. Si Se nga nuk ato- ka hapësira fare. Si nga ato shiritat, kështu që të nga Mund ato. do t'i japësh kaseta që hapësira kemi të dura. patur dikur. Ti pak ke kështu vetë, domethënë, ka pankthi kështu Po, nga këto vetë jam kështu si- situata. o, Imagjino bo, edhe bo. kjo bobosi do ta. Do më bjerë të fikët. Por, para se të më bjerë të fikët, më lejoni t'ju njoh me një lajm shumë interesant që me siguri të gjithë turistët në botë do t'ju bëj përshtypje. I risillim vëmendjen për dëgjuesit e Radio Son që ndoshta kanë planifikuar një udhtim në Rom në qytetin e dashurisë për Oh, vitin Se kemi edhe 2026. Shën Valentini. Sidomos për këtë festën e bukur të Shën Valentinit. Po jo për ne. Okej. Pse mo? Pse dënon veten kështu? Ku e diti për çfarë thashun më nada? Hajde Ti më. çdo ditë e i lumtur, çdo ditë e ke Na festë. jep Tani e gjeti të informacionin. pezmatohet. Okej, pret reagim. Pret reagim. Po piste reagim. E më mirë. Nga data 2 shkurt, çmimi i vajtjes në Rom i vjen një shtesë, një bilet hyrje për Fontana di Trevi. Do paguajnë lek njerëzit, domethënë. Po. Çfarë thonë? E dëgjuat mirë, në Rom tani duhen 2 euro për qëndruar në bazenin e famshëm të Fontana di Trevi dhe për të hedhur monedhën tuaj të fatit. Gjithsesi, pamja nga jashtë mbetet falas, kështu që ju mund të bëni selfie siç duhet, pa paguar, dhe nëse arrini të kapni pozicionin e duhur e ta postoni dhe të bëni xhelos të gjithë njerëzit që nuk kanë qenë aty, po kam përshtypjen gjysma e shqiptarëve kanë qenë në Fontana Patjetër, di do me Trevi. thënë 2 euro bileta për të hyrë, edhe 2 euro do i hedhësh, Po. e rumbullakosi më jep 5 euro borx. 4 euro. 2 euro, 2 euro këtu, 2 euro atje, po i Po kështu mbledhin. t'i kin lekat. Po se si bëhet shteti apo? Po bëhet dhe një radhë shumë e gjatë në fakt dhe për ata që shkojnë për herë të parë në Rom është një gjë që ja vlen të bëhet. 2 euro nuk janë çast gjë kur planifikon një udhëtim. Ato 2 orë pritje mund të jenë pak të ndikueshme në humorin e ditës, po prapë. Unë kam po. përshtypjen që është nga ato vende që ti e viziton një herë, Po. mund të bësh ato fotot e bukura tek ato hapësirat e ngushta mes njerëzve, domethënë ke edhe ca amerikan, ca kinez te fotoja që ke kapur ti, që supozohet ishe vetëm, po që në rastin e dytë ose të tretë ndoshta do ishte për një dëshirë shumë të madhe që ti ke për të hedhur atë monedhën në Fontana di Trevi, sepse monedha e parë hidhet gjithmonë duke menduar që të rikthehesh Rikthehesh, në po. këtë qytet, pra në Ah, Rom. ja këtë se dia unë. Po për shkak po të hedhësh kështu moneda shqiptare bëhet apo jo? Jo, vetëm Jo, euro, se i vetëm marrin euro. mbledhin ata pastaj kanë për Okej. bamirësi me Po euro. unë e kam ëndrrë shqiptare, çfarë të mundesh? E po këtej nga Tajvani ndoshta do ishte mirë Frans? Ne më I mbase 200 lekë. ose në Vietnam. Po mirë mo ti hidhe dhe vere ëndër me Google Translate. Ne, ande nga yve, përkthehet. ande nga yve çfarë Ti nga bëhet? neve, po Mikaela? ti nga neve tani ç'as bëhet o Franc. Unë në fakt e kam fokusuar lajmin tek mbretëria. Nga Do thua është i cila cila mbretëri. mbretëri? Si cila mbretëri pra te Bridgerton. Mbretëria e Oh, Bollingve. është toni ky serial. Po, është seriali më i famshëm i momentit dhe më i ndjekuri dhe sigurisht nisën për të në gjithë Francë? fansat. Hm? Nuk e keni nisur ju? jo. Jo, pra Ose akoma, diç se bëhet. Po ç'a prisni? Ja, të Shikojmë na i seriale thoja tjera. Mikaela se çfarë. Ja, pra ja u thash, po tani po ju them edhe disa vende specifike që mund të vizitoni në Angli dhe ta lidhni pak a shumë edhe me pamjet nga seriali, sa ato çunat e gocat e bukura të serialit s'ju ndihmoj E, dot, po nuk ne i gjeni shohim dot. lajmet A bëhet të o shikoj? Mikael. A bëhet të shikoj vetëm gocat unë, jo serialin, vetëm gocat e serialit, Ka jo. një Po, faqe patjetër, tjetër more. për atë. Ta tregoj unë pas. Patjetër. Mirë, po. Kur të dalin çunat mbyll syt ti. Na, okay. Edhe janë në rregull. Ku do ju çoj unë në fillim tani? Ku të duash, na merr. Po Jemi sikur mos të ju tut. merja. Hajde na merr, na merr. Hajt, po ju çoj në fillim në Londër ku ka pallatet edhe shtëpitë historike.
ku është edhe rezidenca e familjes Bridgerton në serial. Keni dëshirë të shkoni në Londër? Me kështu me kostume, me gjëra, Po ata si janë ishte me veshur. vizë, patjetër që po, duhet presim që. Tani po arritët deri në Londër, nuk e bëni veten ju për një orë larg që është me Unë- tren të shkoni në Chatham. Unë duhet të shkoj një atje në Rom të hedh atë lekun që të shpreh dëshirën për të ikur në Londër. Aman, Bën vaki dek. aman base model viza. E dëgjove emrin e vendit? Si ishte Chatham? Chatham. Po e di çfarë ka aty? Aty është vendi ideal për ty, Franc, Pse? sepse ka rrugicat me kaldron, Oh, fiksi në Korçë. Edhe mos të rish kështu me rroba banje. Kështu që po se more vizën, Mos shko në vazh- fundjavë në Korçë dhe thua isha në Chatham. Në Chatham. Destinacioni i radhës është Beth, i njohur për arkitekturën elegante gjeorgjiane që në serial përfaqëson Regency London. Regency Por ju London. se keni parë serialin dhe nuk e Jo, dini jo, çfarë më është vjen Regency. Po ti na thua ne na dalin sa Po imazhe. googlojeni pra, Po na bëre googlojeni shumë çfarë bëni. kurioz. Ndërkohë kemi edhe këto pamjet, që Po po pra, lidhin një çik me informacione. Okej, interesante. Bukur, a nuk Ju të i duhen shikoni. bukur? Ju A nuk ja shikoni. vlen të marrësh Po jam, rrugën unë i për kam këto brap, pamje? unë i kam brapa. Jasemine këto? Unë i kam brapa pamjet dhe duket sikur jam E ke atje. dhëndej. E kupton? E ke dhëndej para. Ja. Gjithsesi, Ah, po, po. vendi i fundit, që është dhe i preferuari im, është Oxfordshire. Okej, në Oxfordshire. Oxford. Aty është rezidenca, më saktë shfaqet si rezidencë mbretërore dhe është Blenheim Palace. Blenheim Palace. Brotherhood. Oh my gosh, yeah. Këto janë këto vendet që ti e pi çajin me qumësht edhe ngre Po, gishtin e Po. vogël lart. Edhe ndjesh sikur je pjesë e serialit, askush nuk po të xhiron ty kur pi atë çajin, se palesi ti ikën gishti ti Xhiroj kur merr veten, atë filxhanin e xhiroj çajit. veten ti, pse shumë bukur është. Do Po, xhirosh po veten. doni të gënjeni veten sikur jeni pjesë e serialit apo të përjetoni të njëjtat ndjesi që kanë përjetuar aktorët teksa xhironi në këto vende fantastike. Prini biletat dhe sigurisht për këtë mund t'ju ndihmoj edhe Vas Po Pikal. patjetër që po. Patjetër. Pra kjo ishte arsyeja pse duhet vizituar si vend, Mikaela, që të ndjemi Lidhja midis mbretëror destinacionit turistik dhe serialit. kinematografisë. Serialit. Mirë, atëherë unë do qëndroj prap në Itali, jo Aty në rriti. Rom, në një vend tjetër. Ti nga Pescara. Sepse ç'a bëhet andaj? Qefi Vjeshi. ma, po. Është lirë kafe andaj. Sepse në një zonë njerëzit kanë vendosur, në fakt janë disa murgesha, të cilat kanë vendosur të ringjallin disa rrugë të vjetra pelegrinazhit, të cilat kanë qenë më përpara, por murgeshat po i rivitalizojnë, janë rrugë Si kështu? shpirtërore. E di se quhet kjo gjëja? Camino, kjo rruga do me thënë e pelegrinazhit, Camino della Santissima Trinità. Mirë fare me marketingun murgeshat. Camino della Santissima Santissima Trinità. Trinità. Next station. Po. Me metro shkohet. 18 kilometër. Ishte pelegrinazh. 18 kilometër? 18 Vetëm kilometër. 18 kilometër? E, po, më falni, Jo, kjo po është- të ishte 20 shkoja. Po në këmbë bëjnë këtë? Në këmbë bëjmë, po shiko, kjo është ideja e pelegrinazhit, sepse që të pranohet sakrifica sipas kuptimit religjioz që ka fjala pelegrinazh, ti duhet që ta bësh në këmbë, jo të marrësh makinën ti dhe bona pelegrinazhun. Po Gjysma mirë, të më pas se keqes s'dua të sakrifikoj, unë dua vetëm të shikoj pamjen. nuk janë zbathur të pakta. E po kjo është ideja, atë mos e merr fare këtë rrugë. Kjo Pse e kam të ndaluar unë ta marr këtë rrugë? të Pa ndaluar se sakrifica. ke, por nuk të plotësohet dëshira që S'kisha E more po dëshirë. tani. Pra këto Dëshirën e janë harxova te 2 euro. Këto janë rrugë të cilat janë sistemuar, janë rregulluar, Janë përshtatur janë përshtatur për për këtë këtë gjën. Kanë fajtore të vogla rrugës të religionit Ku mund të përkatës. ndezësh shiri, besoj. Po, derisa e të lutesh. arrin tek vendi ku janë kishat, besoj, të murgeshave që e kanë bërë për këtë rrugë. Interesante, edhe ka turist. Ka që ju turist pafund, bashkohen. edhe e dini se sa turist ka. Dy. Në fakt, Ama thuaj, të nuk lutem. nuk mund t'i themi turist, ta janë pelegrin. Sa fjalë e bukur që Shumë është, fjalë e bukur. pelegrin. Pelegrin. Mbi 10.000 pelegrinë kanë përshkruar këtë itinerar deri tani. Mhm. 10.000. 10.000 pelegrin? 10.000. Po, po, po. Goxha, shumë. Po mirë, shumë e bukur. Edhe te ne në fakt, nëse do ta përshtasnim një çik, Kisha e Laçit është një nga vendet më të vizituara Po, kjo është e vërtetë. nga turistët e huaj, po patjetër edhe nga shqiptarët, nuk e hedhin poshtë janë ato datat e mira, ditët e Po. mira, kështu që Në fakt- ndoshta mund të lidhet si gjë. Po, sipas kësaj logjike që ne po shkojmë, është edhe Mali Tomorit, mos harroni, këtë nga zona. Patjetër. Kështu që dhe ne kemi disa destinacione shumë interesante ku Tek të njerëzit cilat mund kanë të shkuar më shumë se 10.000 Por turistë. ndoshta Po. ne nuk kemi ditur t'i menaxhojmë aq mirë Kjo është për tjetër të gjë bërë pika pastaj, të por forta edhe për turizmin ton. Pra për të marrë edhe para nga kjo gjëja. e drejtë është kjo, Të por ditës. deri tani qëndrojmë tek si thua kjo ripërtëritja shpirtërore që njerëzit përjetojnë kur vizitojnë vende të tilla. Kështu që ikëm nga ky pallati mbretëror që tha Mikaela tek odhëm atë monedhën atje. Po patjetër. Si po Tani flasim- dorë për dorë nga këtu ku jemi ne. Unë po flas italiane, odhëm këtu, e bëmë Hey, këtë. shkuam atje, Shkuam Magadi, atje. Tani deri te liçeni në këmbë 18 kilometra. Ja, ku i bëjmë. është me një çadrën e vete. Po ne edhe për të bler bukë shkojmë me makinë, do bëjmë në 18 kilometra. Hajde, hajde. O robi që do e bo.
Sa e bukur ishte kjo. Robi që Bravo. do e bo. Kush do? Për thënie të tjera Kush do, motivuese do. ndiqni Francë. Francën Na e keni keni. në 104.6 për thënie të mençura. Do filloj ta bëj me Kujtojmë lek. edhe një herë quizin. Hajde. Quizin dhe kalojmë pastaj në rubrikat tona të tjera. Në këtë qytet mund të pihet kafe në 12 të natës, në Rom, në Stamboll apo në Athinë 068 40 63 4, 2, 3. Dhe në Instagramin e Premium Channel mos ta harrojmë. Po. Dhe fitoni kupon në vlerën e 50 eurove nga Sweet Spot. Kalojmë një çik në muzikë. Jemi gati, muzikë, Se po na ha trupi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. U kthyem, Jemi ë. rikthyer në Zgjohu po deshe me mua Mikaelën, Francin dhe Neadën. Haj. Haj, gjithëve. nuk është momenti të U themi zgjuat, bye. ma, u zgjuat. Po Ata që desha. janë U zgjuan. Besoj se janë zgjuar të gjithë tani se kanë filluar punët. I kanë çuar edhe fëmijët në përkopësh, në përshkolla. Po patjetër. Tani, do thoni ju çfarë po mendoja unë. Ha, më Mikaela. Çfarë po mendoje? Duke u nisur edhe nga këto destinacionet që ne po diskutonim në Travel News, natyrshëm më lindi pyetja e cila do jetë edhe tema e ditës për ne Bim, sot. bim, Të dim, duash Pyetje të mirë. ikësh. Të duash të ikë. Të ikësh Se Ku të filloi vesh? na kapi një dëshirë për të ikur. Ku duke do të dëgjuar vesh ti këto. në stratosferës të bjerë radha ty e mua? Mërzit Mikaela. Po mirë, më çon çik më afër. Ku? Po ku të mundem? Ku të mundem Franc? Një Po flet fundjavë. për emigrimin, pra të Jo, largosh nga aktualisht, Shqipëria apo? po flas për një shkëputje të shkurtër. Pra sa e lehtë është të bëjmë një shkëputje të shkurtër nga rutina jon. Qoftë brenda ditës, qoftë një 2 ditë, një udhëtim 24 orësh. Çik vështirë me këto punë që Se kemi këto me- kohë, po vështirë. Po qameti do shfrytëzosh një fundjavë. Po nuk të kënaqesh ty fundjava. Po edhe sikur të lodhi një çik. Do me thënë me qef jetë, ndrosh ambient, po pastaj kur mendon rrugën, do marrësh, do bësh gati valixhen, jo po çantën, se varet se e ke biletën, do rrish të presësh me orë të gjata, jo po avioni, jo po. E po Lëre fare atëherë thua. kur nisesh me këtë mendje atë mos shko fare, domethënë do lodhem, do bëj, thjesht nisu edhe ike, kupton, kjo është ideja. A do të pushosh? Po. Shko Do ishte pusho. keq, do ishte keq. Për shembull, A na- do të shkëputesh nga rutina, po, a do na- të bësh shef. Ti Nada bën Meri kështu shkëputje, parasysh. shkëputje të vogla, Po si më nuk thon. ke pse shkon shumë larg, E, këtë pra, dua këtë të do thoja. them. Do me thënë ti mund të shfrytëzosh edhe Tiranën, pra kryeqytetin, me Okej. këto ambientet vërdall, në një fshat, në një natyrë, edhe te liçeni mund shkosh. Kjo është e vërtetë. Për të pastruar një çik trurin. Unë edhe shkoj këto për ditë, ngarkesa unë jam nga që ata ke. njerëz që te liçeni për shembull dhe kam të nevojshme të Dhe domosdoshme të konsideron shkoj. shkëputja? Po, në një farë mënyrë po, sepse Shkëputesh. mund të jetë, po patjetër, mund të jetë një farë shkëputje edhe nga dita, ose më saktë për të karikuar çik baterinë, edhe për të vazhduar. Bënecje? Bëj ecje, bëj vrap kur ka mundësi patjetër. Po besoj nuk e përdor telefonin. Jo. Vetëm Po e vendos përdore? vendos muzikë edhe kaq. Nuk e Po, përdor. kjo mund të jetë një gjë e mirë. Un kam praktikuar diçka tjetër në fakt, kur ditët bëheshin të lodhshme, mezi e prisja fundjavën, edhe un preferoj vendet me det. Më Okej. pëlqen shumë Po. deti. Kështu që destinacioni më i afërt për mua ka qenë gjithmonë Durrësi, është një nga qytetet më të bukura. Domethënë nëse do jetoja në Tiranë, do jetoja në Durrës, se aq shumë më pëlqen. Gjyri Lalzit po ashtu, edhe kanë qenë kështu momente reflektimi që mund të ikësh dhe vetëm fare, nuk e pse ti Po, je i patjetër. Po shoqëruar. patjetër, edhe çfarë do lloj udhëtimi mund ta bësh vetëm fare xhan. Okej, është mirë të ikësh me një shok, me një shoqe, se ndoshta nuk ndihesh dhe aq i vetmuar, edhe ndan biseda, edhe mund të rikthehet humori edhe shkëputesh totalisht nga ngarkesat, punët që mund të kesh apo shqetësimet, po që dhe vetëm është mirë të rish se Kam një- fillon kupton sa njëri i mirë që je. Po, kam një pyetje Nada, për shembull, edhe për ty Mikaela, kur ju zgjidhni Falenderoj. Stela e shikon gjithmonë. E po tashi, unë vërtet kam një zemër, po ju kam të dyjave kështu po. Në po. zemër. Një zemër e pata ta fal aty. Ti, po, Shë Valentini. Ju kur bëni këto udhimet vetëm, përpara se sa të niseni dhe të shkoni diku. Flas këtu në Shqipëri, një shkëputje një Okej. fundjavë. A zgjidhni dhe sa do rrini apo e bëni kështu, sa të shkoj? Si më thënë, a keni një limit Po ke një limit se do vish thënë në punë. se- Po ke një limit zem- nga mirë, puna, okay. nga buxheti. brenda ditës? E zem se shkoni brenda ditës. A thoni që sa të shkoj, nuk dua ta shkoj as atë orën fare, thjesht dua ta shijoj, nuk më kupton? Po, po. Unë këtë Brenda zgjedhje ditës, bëj. po. Nëse është brenda ditës, thjesht dua të arri sa më shpejt tek ai vendi, E, pra, ai po. destinacioni dhe pastaj nuk ka rëndësi mund të kthehem edhe në mes të natës. Pra në sensin nuk merrem fare me E, pra, telefonin. këtë doja të Nuk i di. vë limite vete, se po i vure limite duke shumë organizuar dhe ç'kuptim pati ajo Nuk është shkëputja më një pastaj, shkëputje. po ti Po. supozohet shkëputesh për të gjetur veten dhe për të patur liri, E për drejt. ta shijuar. Jo, veten kam kohë ta gjej deri në 8 pa një çerek. Po duhet Se të vjen kthej. mesazhi. Ka njerëz që janë të fiksuar edhe me to-do liste. Ke keni parasysh edhe thon do shkëputem, shkëputja deri në këtë orë, kupton? Edhe iki pastaj, u Nga kjo shkëputa. orë në këtë orë kafe, nga Alo, kjo orë në ku- këtë orë foto. Mikaela, ti si shkëputesh? Unë i dua pak më të gjata këto shkëputjet, pra më të gjata jo në kohë, një 2-3 ditë normalisht edhe unë, por brenda ditës nuk e quaj fort shkëputje. Të lodh. Më lodh edhe nuk më bën ndonjë diferencë të madhe, me thënë të drejtën.
mund t'i bëj edhe brenda Shqipërisë, do preferoja duke qenë se ka dhe bileta kaq të lira tani është gjuna mos të shfrytëzosh momentin dhe të është e udhëtosh vërtet jashtë. kjo. Do të thënë një nga trendet e momentit janë këto udhëtimet në një qytet të Europës brenda 24 orëve. po. Më shumë e bëjnë pra të shkosh në fundjavë, nisesh të shtunën në mëngjes, edhe të shkosh për të pirë kafe në Rom. Perl, nuk e di, A do nuk ta do bëj. ishte e bukur si gjë? Direkte do klikoj aty te Vasi, ë? Vas Pikal, po Një sepse shoqja ime, Nata për është shembull, fiksuar Do me ta bëj. Romën. Po, Qartë unë ka fiksuar fiksuar me Romën, po edhe një shoqja ime është fiksuar me Italin po ashtu. Edhe ka forma të tjera edhe për të shkëputur. Jo detyrimisht duhet të shkosh në një destinacion tjetër, për shembull për të funksionon shopping. Mjafton të shpenzoj para dhe të blej gjërat që do. Për kë gocë nuk funksionon shopping. Tash ky është momenti ku unë shkëputem edhe flasim Shkëputur, vajzat me njëra tjetrën. Unë shkëputem Shkëputur të për gjej 2 veten minuta. nga kjo Po si gjë. ka mundësi që çunat nuk e kanë këtë gjë? Cilën moj? Që të shkojnë edhe të bëjnë shopping, nuk janë të fiksuar pas Shiko, blerjeve. ne nuk është se nuk e kemi, po se kemi kaq shumë sa që keni ju. E kemi Po se parasysh. keni fare. Shkojmë, jemi një grup çunash, si më thon, shkëputemi ne, ikim në një qytet, do dalim mirë të shikojmë për ndonjë veshje për ndonjë gjë. Dalim, po ne nuk rrim gjithë ditën atë, nuk shpenzojmë E, po, pushimet. Okej, po ne kemi dhe tek ndjesia që ti je. Pra ju duket si një gjë bazike që u fute, bleve diçka, dole ikem, ju Pra ne edhe nuk Ne jemi në blejmë. qell të 7. Ne thjesht i shikojmë, i prekim, sa e bukur, Sa e mund bukur. shkonte me këtë. Sa e bukur kjo. Tani, Gjithsesi. kam një pyetje tjetër, meqense ishim tek telefona që ai merrni me vete, a nuk i merrni me vete. Po. Ju kur shkoni tek një vend, Po. postoni, zgjidhin që të postoni apo e lini telefonin atje, bëni thjesht foto dhe i keni për 10 minuta më vonë, 2 orë më vonë, ku ta di. Për një muaj më vonë i kam Tani, unë. shkuptim ka që ti të shkosh, të duash të shkëputesh edhe të jesh aty, të postosh foto në Instagram e të rish të kthesh përgjigje njerëzve. Unë nuk e preferoj këtë gjë. Kjo është pyetje pra, kjo është pyetje. Jo, unë nuk e bëj sepse kam shkuar për t'i dedikuar kohë vetes time, kështu që, telefonin patjetër e marr me veten se Po edhe para foto njerë patjetër që bën. duhet ju thuash edhe njerëzve të shtëpisë ku je dhe çfarë po bën. se Mbërita, jeta jam mirë, vazhdon jam ndërkohë, gjallë. po. Po ti për këtë- shembull mund ta postosh në Facebook ose në Instagram një foto dhe të komentoj mami, shoqë që ka arritur mirë. Po, ku jeme? Kur ike? Kur ike? Po që për të bërë foto patjetër dhe për ta ruajtur si kujtim se mund të qenë një vend interesant ose ka ndodhur diçka interesante. Po. Siç më ka ndodhur mua për shembull që kam shkuar te Gjiri Lajzit për të shkëputur, e futa makinën aq shtellë sa më ngeli në rër edhe ka ardhur gjithë plazhi për të ndihmuar dhe për ta nxjerr. Kjo pa- Unë e kam të dokumentuar me Kjo video është me shkëputja, foto. kjo është shkëputja që dua. Dhe aq kam qeshur atë ditë sa që ka qenë shkëputja më e bukur ndonjëherë. Se Tamam, shkova për kohë shkëputja. për veten time, edhe erdhën gjithë, po kishte edhe gjerman aty që E më shikon, bashkuan. çka situatash mund ndodhin kur je kështu? Shumë interesante. Mikaela, do zgjidhje ti që të shkëputesh vetëm në një qytet jashtë Shqipërisë, po themi dhe të rish një 2-3 Në ditë Kin andaj. për shembull do shkoj. Në Kin ndoshta jo. Jo, nuk e di. Po një diku vend. në Europë E ke po bërë këtë? patjetër. E ke bërë po. vetëm? Po, Ashtu? e kam bërë jo për 2-3 ditë, e kam bërë për as 48 orë. Ah, okay. Diçka e tillë. Mhm. Kam shkuar në Milano. Okej, unë nuk Sa është se jam bukur. ndonjë fan se e madhe e Milanos, me thënë drejtën, kam Romën pikë të dobët ti. Po, për shopping është okay, Dhe kam Milano. shkuar vetëm për të vizituar Lago di Como. O bo. Kam marr autobusin, kam ikur në Como, kam ngrënë drek aty tek pull serioze. Super zgjedhje. Shumë. Jam bukur. jam kthyer në darkë vonë. Kam marr diçka për të konsumuar darkën, gjumë të nesërme në Tiranë në Ai shtëpi. ke Sa thënë bukur. dikujt që po e bëje këtë çmenduri të vogël? Po, familjes patjetër. Familjes. Po Familjes, do të po, jepja po. një destinacion Po- ku vajti kjo vajzë. Për shembull, ju kur shkoni bëni këto udhëtimet, këtë pyetje po ja drejtoj edhe vetes në ditën kohë sepse po e mendoj tani. Nuk ju lind kjo dëshira që ju ikni për 48 orë siç e ka bërë Mikaela ose një fundjavë edhe ju pëlqen kaq shumë ai vendi sa thoni i kam lënë të gjitha ato që kam andej Po, dhe dua që të rri në po. këtë vend. Dua të ndërtoj jetën time në këtë vend. Tani- Po flas jo për ti, domethënë, jo këto udhëtime që rri 3-4 muaj, ë, po këto 2 ditore. Në të kundërt nuk do ishim këtu me ty sot, nëse do e kishim bërë, e kupton, do ishim andej, po që Unë po them si ndjesia, e ajo keni. që më ndodh mua si ndjesi ku e kuptoj unë që ai vendi ka qenë shumë i bukur dhe më ka pëlqyer dhe do doja të rri atje është kur vjen në Tiranë. Ah. Kur sa zbret në aeroport Po, edhe ndodhi, shikon të gjithë kaosin e Tiranës, thua, Po. do doja të rikthesha prapë. Po është ndryshe ndjesia që të kalon ideja që ke shkuar si turist dhe e ke shijuar dhe ndryshe ideja që po e zgjedh të vend për të jetuar, më Frans, kupton? janë dy gjëra krejt të ndryshme që duhet me patjetër ti provosh Po, pa të po, kuptosh pra, se çfarë po pikërisht. flasim. Dhe unë këtë gjë e kam Llogarit pasur mirë. me dy vende. Pavarësisht se relativisht mendoj se kam udhëtuar mjaftueshëm, ka pas shumë vende që më kanë pëlqyer, i kam shijuar pafund dhe kur jam kthyer kam thënë sikur të rija edhe një ditë më shumë, por asnjëherë nuk e kam menduar sikur të jetoja unë aty. Asnjë vend. Të krijoja jetën time aty. Dy vende specifike ma kanë dhënë këtë ndjesi dhe kam arritur të bëj diferencën midis të qenit një turiste që shijon vendin për kënaqësi, për ambientin, për kulturën, për arkitekturën, për çdo gjë që mund të ofroj dhe një personi që e sheh veten në një tjetër variant se si mund të jetë
në një vend të ri. Pra për ta ndërtuar jetën edhe Do të Për bësh të një marrë çantën në parashikim të Francë. vogël, po. Po në Europë për shkakun mua s'do më pëlqente. Një vend që do doja të jetoja, se kam vizituar akoma është Amerika. Ajo është aventurë e vërtet pastaj. Mos na prek në plag mua dhe Filloj Mikaelën duke në revaluar atë. sikën. Ju keni shkuar të dy, keni qenë. Të dy kemi. Veç kemi shkuar, po. Dhe kemi qenë në të njëjtin vend, domethënë. Po. Kemi qenë në New York. Maksimumi im mund t'i bëj kështu foto me AI, me inteligjencë artificiale në New York. Po. Kështu, ju që s'keni mundësi që të udhtoni të shkoni në Amerikë, ku di unë, për këto reflektimet, mund të bëni hiking në malin e Dajtit, mund të shkoni nga liçeni, mund të lexoni një libër, pse jo, të Edhe dëgjoni një muzikë tek mirë. pyetje, nëse ju Po. do zgjidhni që të emigroni, të dilni jashtë Shqipërisë për të Po. ndërtuar jetën tuaj diku. Sa e Emigrane. rëndësishme është familja në këtë vendim që ju do merrni? Për shembull, për mua sigurisht që është shumë e rëndësishme, sepse Është mendoj. tjetër ajo Francë. Ajo është tem tjetër. Jo, është edhe kjo, është patjetër, se Ti e gjithë pyetje ti sot. do të shkëputesh edhe do marrësh parasysh që ke një familje, kupton? Patjetër, është gjëja më e rëndësishme në marrjen e atij vendimi, po këtë gjë do e shtjellojmë gjëre gjatë në pjesë të dytë dhe me një të ftuar i cili ka bërë specifikisht këtë që po Ka themi. ne. rrezikuar më shumë se sa ne, kështu që ja lëm atij si pyetje. Po, mirë, Mbaje rregull. për pak, ë? Mbajet e xhepi Sedrës? Patjetër, sepse e njoh shumë mirë atë njeriu që ka ikur. Prita shikojmë çik xhepin e Sedrës. Ja, kam këtë. Mirë, do dëgjoj muzikë thatë. Festa e ditës. Festa e ditës, muzika e ditës. Muzikë. Mirëmëngjesi edhe një herë për gjithë ata që janë Mirëmëngjesi. zgjuar tani jemi Mirëmëngjes. live në Radio Travel 104.6 edhe në Premium Channel. Po vazhdojmë me temën e ditës ne që ishte të duash të ikësh. Po më qenë se e folëm bashkë, është momenti tani ta diskutojmë me të ftuarin. Ta diskutojmë me të ftuarin dhe i ftuari i ditës së sotme, do thoni ju kush është i pari, Ne Kush Gjimër, veç kush se është? donte të ikte, realisht iku. Iku ai. Do të ishi Ka iku. rrezikuar shumë Ai djalë. iku tha. Iku janë. Iku po, a do kthehet është E çështja. po do ta Ja, të pyesim shohim, tani. I ftuari i ditës së sotme është në fakt një njeri shumë i veçantë edhe për mua. Më ka marrë malli shumë për atë njeriu, është i themi mirëmëngjes tani live nga Amerika Ermir Jonka. Mirëmëngjes Jonka. Mirëmëngjes Ermir. Për gjithë ata që se njohin Jonka. Shumë bukur dukeni, shumë bukur. Shumë Faleminderit, faleminderit. edhe ti dukesh mirë, dukesh shumë më mirë. Mirë dhe suksese. Faleminderit. Për të gjithë ata që nuk e njohin, Jonka është aktor, ka pasur shumë si thua produksione që ka marrë pjesë këtu në Shqipëri përpara se sa të largohej. Ai ka qenë edhe këtu te radio, këtu te Premium Channel, ka bërë emisione Pikërisht Jonka këtë këtu. emision Që po bëjmë. Emisionin e Aty mëngjesit. mikrofoni jot kam qenë, aty ku je ti tash kam qenë, fiks. Po tani byrazerët i lën vend njëri tjetrit, Jonka. Po do zëvendëson denjësisht, si të duket? Po, tashi un gjysë, domethënë sa i bie. Ja gjysmore kam që po ju ndjek deri tash mirë, mashallah. E keni nisë Sa me kemi filluar. me marrë mirë. Nuk e di aty shoh kismet tash unë ju uroj gjithë mirë edhe një herë. Sukses në Faleminderit, emisionin. Jonka, Trilla më duket që funksionon. Edhe faleminderit ty që na u bashkove se ora aty shënon Sa e ke orën ora? 2 e mëngjesit. Mos Pra gaboj. është 2:20 e mëngjesit. 2:20. Një kështu një mëngjes i ftohtë i New Yorkut, acar plevit, Oh, bo. po s'ka gjë jeni mirë. Është nga ato mëngjeset Jonka ku ti mund dalësh tani atje te balkoni dhe mund të bërtasësh edhe nuk të thotë gjë njeri. E ke parasysh se je në New York. Apo jo? Po jo se trembet Maçoku, se është Ku e ke Maçoku? ky është. Mirë, Jonka, pyetja. duke qenë se na ke ndjekur, ne po flisnim një çik, kjo është edhe tema e ditës për largimet, për njerëzit që duan të shkëputen, që të reflektojnë, ndoshta edhe të karikohen, të marrin ato energjitë e mira, se jeta sa vjen edhe bëhet më e vështirë, ndonjëherë bëhet edhe monotone, dhe të gjithë e dim se si është jeta në Tiranë, po ti je nga ata njerëzit që ke rrezikuar, edhe vendose të largohesh fare, ta braktisësh Shqipërinë, nuk besoj se ke ndonjë ndjenjë faj për këtë, po thjesht duam të ndijmë si erdhi ky vendim. Fillimisht ke qenë në Itali Jonka ku s'ka qenë? dhe tani je në New York. Po, pse ika lidhet edhe me faktin, domethënë që kam qenë në Itali dhe ku thot Franci ku s'ka qenë, që kam qenë më të ndryshme të botës, sepse unë zakonisht kur i pyet njerëz, kur i pyet shqiptarë pse ike jo po Shqipëria s'bëhet, jo po e vën shu e vend ashtu, unë nuk e kam me këtë fare. Unë e kam shumë herë më personale gjën, sepse së pari unë besoj se njeriu është qytetar i botës. Dhe nuk ka rrënjë, sa kohë që njeriu nuk ka rrënjë, le të lëvizë dhe shkojë atje ku e thret zemra. Në këtë kontekst unë mendoj që brezit ton, ndoshta edhe brezave që do vinë, po edhe ndoshta ndaj brezi pak më të madh se ne, ja ka bërë çik Amerika me hile, me ato Hollywoodin dhe
me filma dhe me realitetin që ka ushqyer. Dhe kur them Hollywoodi nuk e kam fjalën për karrierën e aktrimit, e kam fjalën për mënyrën e jetesës. Për ëndrrën amerikane. Qartë, po. Po, edhe jo tamam ëndra amerikane, më shumë se sa mënyra perëndimore e jetuarit. Kështu që unë gjithmonë kam dashur që ta jetoj, ta kem pjesë të jetës time, pjesë të eksperiencës time, mënyrën perëndimore të jetuarit. Si të thuash, pavarësisht viteve të karrierës apo të punës që kam bërë në Tiranë, unë e kam pasur gjithmonë në mendje, në subkonsciencë që një ditë unë do të jem në New York. E ke manifestuar. Dhe specifikisht në New York. Po, tamam, ajo është fjala që po kërkoja. Edhe pse qarkullova goxha kohë nëpër Evropë, ato ishin më shumë eksperienca personale, pra duke ndjekur workshope, në një farë kohë edhe Italia më joshi, po nuk ishte tamam vendim, sepse pra për të rikthyer te argumenti i ëndrrës amerikane ose ushqimit që na kanë bërë në mendje, edhe Italia ka qenë nga ato vende që brezitim paktën na ka ushqyer, na ka rritur pak, si më thon kështu. Po ti po kërkoje shtegun tënd. Unë po kërkoja shtegun tim dhe Italia nuk ishte ajo që më plotësoi. Amerika nga ana tjetër është komplet kafsh tjetër. Jonka, tani kam një pyetje që ne kemi folur shpesh edhe kur kemi bërë këto bisedat bashkë kok më kok. Ti shkove në Amerikë, ndonjë ca muaj andej, edhe pastaj u ktheve në Shqipëri dhe rifillove të merresh me disa gjëra këtej, pra me punët e tua, bëre shfaqjen teatr, punë edhe kështu me radhë. Ç'a ndodhi kur u ktheve në Shqipëri? Domethënë, kuptove ndonjë gjë që të mbante të lidhur me atë vendin që le andej, apo the këtu e di unë se çfarë ndodh këtu në Shqipëri, kështu që po iki prap. Ç'a të bëri që të ikje përfundimisht, thoje? Në fakt, kthimi im dhe shkëputja që bëra disa muaj që bëra nga Amerika për andej ishte më shumë logjistike se sa ndonjë arsye tjetër. Më duhej për shkak të situatës së dokumentave të kthehesha që ti sistemoja të vija gjërat në vit dhe pastaj të thesha prapë në Amerikë. Pra pavarësisht se unë erdha në Shqipëri për pak kohë, unë e kisha goxha mendjen e ndarë që unë do vija prapë në Amerikë. Se ai 4 apo 5 muaj i parë që bëra në New York ishte më shumë kështu si ai ishte tamam testi i parë, si më thon, pra, m'pëlqen apo s'pëlqen si realitet, se mund ta vizitosh një vend si turist sa të duash, por duhet t'ia shkelësh trotuaret, duhet t'ia hipësh metron, duhet t'ia punosh një turn këtu aty, që ta kuptosh pak a shumë si funksionon jeta dhe ta ndash me veten. I kam këll qetur për të realitet apo jo? Po. Unë i kisha, kështu që e kisha mendjen e ndarë. Pra edhe një herë nuk ishte të bënte Shqipëria në arsye se unë u largova. Jonka, po pavarësisht faktit që ti ishe një herë në New York, ndej një 4 muaj u riktheve, pastaj vendose ti ikje dhe ke bërë dhe këto eksperiencat e tua në Europë. Në momentin që u riktheve për të jetuar, pra vendose që përfundimisht do riktheu, a pate një shok kulturor për cilin flasin të gjithë, për këtë ndryshimin, për tranzicionin e madh? As pak? Jo, fare. Të duk çdo gjë krejt normale në New York? Po, çdo gjë normale, se dëgjoj, prap se s'do të përsëris vetëm, prap themi te ajo me cilën nisa muhabetin në fillim. Isha një herë duke punuar në një lokal, në një zonë në East Village, në një zonë që ka qenë shumë zonë hip, shumë zonë e bukur, ka Madonna, shumë artistë kanë pasjetuar aty, po tani për momentin është pak e rrëmujshme, si më thënë, pak e zhurmshme, pak e pisët. Dhe po punoja ca shifte si kamarier atje një ditë edhe po ecja rrugës me kufje në vesh, edhe një moment i hoqja kufjet se po shikoja referotull. Të gjitha ato që i shikoni në filma, të gjitha ata njerëzit të pastre, gjitha ata New Yorkerat që bërtasin, ai pizza place-i që shet një top pizza për që shet një slice of pizza për $1.50, po thosha gjitha gjërat që i kam parë në televizor, po i eci rrugë, e kupton? Pra në një farë mënyrë nuk ka qenë shok kulturor, sepse ishte një gjë me cilën ne jemi mësuar që të vegjë, këtë dua të them. Okej. Ti ishe informuar më parë edhe i ke parë nëpër filma. Tani, Jonka, diçka që ne e ndjem që në momentin që vendosëm të marrim ty si të ftuarin e parë, edhe për këtë temë, ndjem që këtu ka shumë dashuri për ty.
nga gjithë stafi, regjia, operatorët, mezi e pritër momentin që të përshëndesnin, edhe dua të pyes pikërisht për këtë. A ka diçka që ti e patet vështirë ta lije pas momentin që e le Shqipërinë? Po, kjo me edhe shumë pyetje e bukur. E para njerë i kam shumë gjatë gjithë stafin aty dhe i përshëndes gjithë me radhë dhe i përqafoj fort, sepse ke të drejtë në ata, njeriu të mungon, është e drejtë kjo. Vende të mëdhaja, metropole të mëdhaja bëjnë që të përplasen njerëz nga çdo cep i botës, cilët kanë të gjithë spektrumin e mentalitetit e qëndrimit ndaj jetës dhe gjen nga njeriu më të sinqert deri te atë njeriu i cili do të shet thjesht si një numër dhe nuk të konsideron fare si që njerëzore ndoshta. Në një farë mënyrë komuniteti i vogël, lidhjet e ngushta dhe solide dhe të qëndësishme të mungojnë kur shkon në vende të tilla të mëdha. Sidomos kur shkon në Perëndim, ku siç e dini besoj, është e ditur që ti komshiu nuk e njeh në Perëndim, nuk para shkon ti biesh derës. Por nga ana tjetër, njeriu krijon ato nukleat e veta të komunitetit. Ishte një meme një ditë që po e shifja që thosha sa e drejtë është, se kam një shokun tim këtu, një shokun tim shqiptar. Po mirë, nuk qenë ke vetëm, kjo garanci. Jo, unë kam familjen këtej, nuk jam asnjëherë vetëm në shoqëri, madje sot ditë e diel shkova te motra që e kam hyrë bote, kishte gatuar një frigorifer tërë ma dhanë vete. E ke shtëpinë. Bëj shumë të fala motrës, Jonka, edhe të gjithë familjes andej. Se unë i njoh kështu që. Dhe atë që te kjo meme që bëshirë ishte shumë e drejtë kjo që thoshte që të gjithë flasin për shokun e fëmirisë, për shokun e lagjes, po asnjëri s'e për atë shokun e emigracionit. Që ta bën emigracionin më të lehtë. Sa e bukur kjo. Jonka, tani unë do të bëj një pyetje që ka të bëjë me profesionin ton, pra me aktrimin. Ka menduar gjithë natën Jonka. Jo, nuk e kam menduar. Janë gjëra që unë me Jonkën i kemi folur shumë, kështu që erdhi momenti që ti bëjmë edhe në këtë formën. Po nxirë janë çik të palara tani më shon se e një. Të palara ti nxira ai ande ku lan rrobat, atje çdo të diel. Siç e bën. Jonka. Si lani rrobat më Jonka? Ja, futen atje, pastaj nxjerr edhe kështu me radhë. Me dorë. Tani, ti kur ishe këtu, ne kemi mbaruar shkollën bashkë, pastaj pas shkollës kemi pasur mundësinë që të bëjmë shumë shfaqje, të bëjmë teatr, të bëjmë televizion edhe kështu me radhë. Me pak fjalë që të bëjmë profesion. Pas shkollës të bëjmë atë për cilën jemi diplomuar edhe që kemi pasur dëshirë. Si qëndron ky raporti i njeriu që shkon në emigrim edhe do të bëj profesionin e vet, dhe po flasim për Amerikën, dhe po flasim për aktrimin, Ç'a ndodh? Po. Amerika, po specifikisht New Yorku, duke qenë se është meka e aktrimit për gjithë globin, vetëm për Amerikën. Është konkurrencë e lartë, ka mundësi pafund, por kur shkon të bësh një audicion, e ke kështu të marrë për bazë që janë ja 200 veta të tjerë njësoj si ty. Njëkohësisht, duke qenë treg kaq i madh, edhe njëherë nuk ka aq shumë mundësi për të gjithë. Edhe pse ka aq shumë aktor. Po mirë, po e pamundur nuk është ama. Nuk është asnjëherë komfort, patjetër, por mentaliteti është ndryshe, sepse në Shqipëri po themi, nëse do të marrim për krahasim, nuk ka vend për krahasim, janë dy gjëra krejt ndryshme, por nëse do e marrim pra për bazë Shqipërinë, duke qenë vend më i vogël, mbasi e ke stabilizuar emrin tënd, ke bërë disa projekte po themi, dhe ti vërtet ke treguar pra që bën për skenën për njërin tjetrën, shkalla e zhvillimit është reale, është fizike, e prek, e ndjeshme. Pra, njëri projekt pas tjetrit, ti e ke karrierën e ke shumë më të prekshme. Në një vend si Amerika luftohet më shumë për atë telebingon, për atë llotarinë. Jackpotin. Do thotë, ti mund të bësh filma pafund, mund të kesh mundësi sa duash, por gjithmonë do kesh nevojë për një day job, për një punë që do të mundsoj pagesën e qeras. Okej. Sepse ka aktorë që, po them për shembull, se nuk dua të hyj tash njerëz në jetën e tyre personale, dhe nuk do të përmend fare emrin, është një aktor shqiptar që është ndoshta aktori shqiptar që ka penetruar më shumë në Hollywoodin e Amerikës. Ai ende sot kësaj ditë ai ka luajtur filma me Sandra Bullock, me Ryan Gosling. Ka luajtur role, jo se ka qenë ekstra nga mbrapa, nuk ka qenë background. Nuk ka qenë figurant. Ka luajtur role, po themi role dyqësore. Edhe ai sot kësaj ditë vazhdon edhe ka një day job, sepse poste erdhe e lotaria,
që të kapi dhe ti t'jesh i shitshëm, pa fjalë, pra ti të shesësh bileta si person, talenti nuk të diferencon. Nuk vlen. Pra nuk është ndryshe nga mënyra e Shqipërisë. Pra, diferenca është kjo, ku në Shqipëri ti mundohesh që ti jesh konsistent dhe e ke mundësinë që ti jesh konsistent. Dhe një ditë do e gjesh veten duke ngjitur shkallën e karrierës. Në një ekonomi kapitalizmi si ajo e New Yorkut, ti duhet pse s'bën ta gjesh atë shansin. Ore Jonka, atë momentin e evokimit. Tani na lër të themi që edhe këtu te ne gjërat janë bërë të vështira dhe paralelisht të gjithë, pavarësisht se mund të punojnë në televizione, vende që të gjitha kanë ambicien që të jenë pjesë, edhe ti mendon që shpërblehen shumë, paralelisht duhet të kenë edhe një punë tjetër. Unë nuk e di, ti vazhdon të ruash kontaktet me Shqipërinë, besoj, nga familjarë të afërm, ndoshta informohesh edhe në media, si të duket Shqipëria sot? Me ta thënë drejtën, nuk është se e ndjek edhe aq shumë, sepse dhe nuk dua që t'ia fus vetes në kokë mallin. duhet të kthehem. Se mendon se është një alternativë rikthimi? Akoma. Po ndoshta është, nuk e di akoma. Ti Mikaela, nuk e di akoma a kam ndar mendjen çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Ke kokë edhe ta vite. Po nëse do kthehesh, apo patjetër që do kthehesha shumë i lumtur, se në fund ditës është vendi im, është vendi ku, do jetë e vështirë ti rikapësh edhe një herë gjërat apo ta rinisësh edhe një herë jetën, se një jetë e rinisur nga fillimi nuk është e lehtë në asnjë cep të botës. Por sido që të jetë është një vend me cilin ti je ngjizur, ja njeh mentalitetin që në gjenezë. Pastaj po duash merr edhe me nostalgjinë dhe me dashurinë për ato që folëm pak përpara, për komunitetin, për qoftë edhe për natyrën, qoftë edhe për mënyrën e fesë, për kafen e mëngjesit dhe të gjitha. Nuk e kam ndjekur dhe aq dhe nuk dua të flas të bëj emigrantin tipik Shqipëria nuk bëhet njëra tjetër. Shqipëria është shumë e bukur. Jonka, një pyetje të drejtë për drejtë, nuse shqiptare apo amerikane? Pik muhabeti. Ndaje. Shqiptare do zer. Ja, të keqen. A kemi ndonjë gjë në vi në këtë drejtim për momentin? Ore, po të thot nusja ty hajde se do rrim në Shqipëri, çfarë do bësh ti? Po do vemi në Shqipëri, do vemi çfarë. Ku të doj nusja, ore, nuk e prishet qifin nusës, çfarë thua? Ka burra shtëpia, Franci. E drejt me namus, Jonka, ke ndonjë peng tjetër ose ndonjë ëndër tjetër që ja ke vënë në qëllim vetes? Po peng, ndoshta jo, ëndër patjetër që po. Unë vazhdoj patjetër që vazhdoj gërvisha të biletën e lotarisë për aktrimin, siç thash. Dhe janë hapa të cilët nuk i shef, se nuk janë të dukshëm, siç e thash edhe një herë, është një karrierë e gjatë. Pra po ta keni parë, edhe një herë kthehemi prapë tek ato. Po ta keni lexuar, po ta keni parë se si funksionon jeta e audicioneve të një aktori në New York, i cili e ndan jetën gjithmonë midis sa turneve si kamarier në një restorant dhe audicioneve, është e vërtet ashtu është jeta dhe këtu. Dhe ti vazhdon e gërdish biletën derisa ta fitosh nëse ndodh. Ëndër e re, me qira fjala, është pse jo bësh pra pjesë e kapitalizmit amerikan, biznesi këtej, drejtë ai është kaq s'është e thjeshtë, po është kaq e prekshme, është konkrete, po është një gjë që ti mund ta prekshme për të bërë biznesin tënd dhe për të bërë pjesë e ekonomisë amerikane që kam përshtypjen më ka zgjuar ca uri dhe më ka zgjuar ca instrumenta që unë nuk i dija që i kisha. Çfarë biznesi bëhet fjalë? Çfarë do duhet bëje? Po në hospitality gjithmonë, pra në shërbim, hotelëri turizëm se i kanë në Shqipëri, në shërbim për të Franci. Kështu që kam e ke ndarë mendjen do bësh leka, a? Edhe aktrim edhe Po leka. dajmë leka aty. Të dyja paralelisht. Dajmë edhe nuk dajmë dot leka. O Jonka, Franci na zbuloi një detaj shumë interesant, duke qenë se ke qenë edhe duke punuar siç e the ti, ke patur mundësinë të takosh edhe njerëz shumë të famshëm. Apo i ka takuar vetëm Franci? Aktor të njohur Hollywoodi, apo na gënjeu Franci? Jo, e kam me prova unë, me foto. E kam me foto. Unë nuk kam frikë luaj as me Franz Bregun, as me Al Pacino. Është vërtet ajo që thot Franci, se ai e di se ne flasim vazhdimisht normale.
Na ndodhi, kur na ndodhi, para 2 netësh na marrin telefon vjen njëra nga ato gosat e banakut dhe më thotë, jo nga na marrin telefon dikush për një rezervim kështu. Unë isha shumë kështu. Patjetër, merr një kartë krediti që ta dim që është e sigurt që do vjen, që mos I mbajmë hapësirën kot dhe pastaj na ikën pa e shitur e kështu. Pra isha shumë kështu dismissive. Edhe tha kjo tipja në telefon tha që do jetë një VIP e kështu dhe shumë mirë kështu thonë të gjithë, mos e vit mendet. Dhe ndërkohë që isha nuk e marrë me flisja dhe ndjej që hapet dera dhe hyn 2 njerëz dhe thjesht kthehen kështu. Dhe them mirëmbrëma dhe kur e shikoj personin e parë ishte një zonjush, dhe shikoj personin e dytë ishte Matt Damon. Matt Damon, mo ej. Dhe e ke parasysh atë shprehjen piku llapa mrend, miku tamam, miku llapa mrend. Kujt nuk do t'i ndodhte. Pavarësisht se sa e përgatitur ti mendon se je kur I shikon idhujt e tu përballë, ku diun, është ngelesh. Edhe po I thoja që në vend të thoja që se tavolina juaj është dikush aty, thash tavolina juaj është gati, ndërkohë tavolina nuk ishte gati. U duhet të nxirrja ata njerëzit që ishin që Çdo gjë për idhullin. Edhe pse kam përshtypjen duhet kesh një qasje tjetër, atyre duhet t'ju japësh një çik distancë. Duhet I trajtosh të gjithë në momente të tilla. Ka personazhe, nuk e diskutohet, po ai ishte shumë familjar, ishte shumë I këndshëm, shumë pozitiv, shumë I thjeshtë. Ne unë duam që patjetër mos I bezdisnim se ata përballen me këto radhët për hajde bëjmë një foto I kanë shumë pjesë të jetës, ata janë shumë sjellshëm patjetër se edhe telefonat në dorë sot nuk të lejojnë që ti të gabosh. Jonka. Nuk ke privatsi fare, po çfarë porositi mo çfarë? Po Jonka, dëgjoj se ti ke punuar vetë këtu në radio dhe Margarita. Ti ke punuar vetë në radio dhe ke qenë këtu në Premium, ne jemi çik kështu ngush me kohën, e ke parasysh veti. Po s'duam të na ikësh. E mbylla. Ka pirë 6-7 Margarita, mos gaboj. Jo ore. I bëre ti ndonjë, I theti, këtë e ke nga mua. Këtë e ke nga mua. Po ishte çun zotni. Duhet ketë ndaj dell shqiptare, se s'ka mundësi. Jonka një ditë dikush tjetër do të tregoj këtë histori dhe do thotë ktheva kokën dhe ishte Ermir Jonka. Faleminderit shumë që ishe me ne. Shko futja gjumi tani, mua më ka marrë shumë halli për ty. O Jonka. Se kemi punë edhe ne. Fatin e Matt Damonit. Na lutem suksese. Të përqafojmë të gjithë Jonka. Suksese treshes, mi bëni fala të gjithë stafit tani mbrapa. Ja, po të përshëndesin edhe ata. Po, me dorë po ta bëj. Faleminderit. Natën e mirë Jonka, të përqafojmë. Kalofsh bukur. Paçim. Ishim me Ermir Jonkën, e çana tha, ja tash. Pyetjen Angelën pa bër. Shumë pyetje. Amerika. Ne do të dëgjojmë çik muzikë të mbledhim mendje nga ato që na tha Jonka se të pimë edhe në një gllënj huj, na u tha. Zgjohet robi e thot kam takuar me Demonin që në mëngjes, hajde. Ti ke takuar Scarlett Johansson, po lëri këto tani. Mirë, këngë për momentin. Mirëmëngjes për të gjithë ata që u zgjuan tani, ju themi mirëmëngjes, ne jemi live. Po s'na lat një çik pauzë më burri dhe u doja të bëja një foto. Çfarë foto duhet bëj? Bëjmë një foto, një kështu një selfie bashkë. Jo, fotoja e vetëm e rëndësishme e momentit është fotoja e filxhanit tim Francë. Ja, gati jam për t'ia hedhur chatit. Jemi gati. Jemi shumë gati. Ja, siç e shikoni unë kam rubrika e filxhanit të kafes. Kafes të chatit. Do ta shikojmë tani se çfarë do t'i thotë chati Mikaelës. I kam bërë foto filxhanit të saj, jam gati për ta hedhur këtu. Edhe jam shumë kurioztar të di se si mund të flas, po të ishte një zonjë kjo chati, për shembull, si do ta shikoj atë kafen. Ja na jep çik filxhanit ta shohim mirë. Hajde njëherë. Ma kalon një çik filxhani Mikaela? Pse ti do ta shikosh? Rëshkite. Sigla. Ja ta thot zemra jote të këtu, shife çik lumen. Pse ke pirë kështu me çupë? Po si ta pirë me çupë? Po. Një gjarë për Mikaela, një gjarë për sa e pas ka kokën prit inicial. Dëgjoje se çfarë thot. Në fund thot Mikaela ke një njoll shumë të errët e të mbledhur. Kjo tregon një hall, mendim të rënd. Duket. Ja. Që e ke pasur thot në kokë prej kohe. S'është I ri thot, por është diçka që shkon drejt një zgjidhjeje, sepse ka një hapësirë të bardhë. Nga fundi lart shihen vija që ngjiten rrugë lëvizje për parim. Hajde. Kjo tregon udhtim të shkurtër për ata që po flisni. Me vasin gjithmonë. Me vasin. Do ikë Mikaela, do ikë. Në përgjithësi thot filxhani është I rënd poshtë, domethënë është një stres që të ka ikur. Peshoni që ka ikur. Është pak I rënd. Nuk u e ke më atë sikletin. Po kurse kam më çma përmend. Edhe është I hapur lart. Do të më kujtosh sikletin? Jo, më fal. Mikaela ta pyesim mirë, meqense është edhe Shën Valentini.
Do gjej burr Mikaela man, këto mor. ditë. Po, Më mirë Dhe vetëm nëse- apo në Dashur. një marrëdhënie. Dhe nëse Nuk e e gjen di, ne ne tani kemi ardhur nga Greqia. po e gjen datë dashuri. 15. Si duket? Dashuria si duket, po e pyesni. Mysybet. O bo me një Mos e pyet. zemër, e pas kanë nxjerr Me me një një zemër, zemër? po. I ka të gjitha, me sy, me veshë, me si Aman. duket dashuria. Edhe punë të mirë thotë e ka. Mashallah. Që ka me shkollë. Në qendër thot shoh një formë si zemër e errët, ndjenjat janë të forta por të mbajtura brenda, ka dashuri po edhe frikë. Tani i mbaj Edhe frikë me unë u hap. apo i mban ai këto ndjenja? E po tash Për brenda, për së Ah. brendshmja. Kush është Njeri ky me nga ju. G moj, me G? Me G të doli Shushi ty? me G, Nuk më njoh doli asnjë, me G. më lejo të stokoroj në Instagram kë kam me G. Garibaldi, çipën çupës. ka dy rrugë thot që afrohen me njëra tjetrën, dy persona që janë larguar ose s'janë kuptuar mirë, por po afrohen prap. Kjo zakonisht tregon ribashkim. Mikaela do ta festokesh në Valentinë. Do e Bravo festoj? Mikaela, Po, të lumt. tregon bashkim thot tu. Me Mesazh Po ishte me G, moj. Mesazh i Filxhanit thot për dashurinë. Dikush që të mendon shumë një, ka fjalë që s'janë thënë ende, o bëbo. Aman, më ky që mendon mos të mendohet më ti thot ato E fjalë të di, e shprehta. di si është ky momenti tani, është Ha. për këtë dashuria shuhet në Heshtje, heshtje, si thatë. në thinin e. Përshëndesim Ponin. Shkoça thot, brenda pak kohë vjen kontakt takim që sjell qartësi thot. Ja, ti themi për sa kohë do lidhet? E thuaj pas orës 9:30 se kemi Për punë. sa kohë? Dhe sa do qëndroj? Sa di do rin? Shkëputje, reflektim. Për sa kohë bëhet? Filxhani tregon kohë të afërt thot, jo të largët. Brenda 3 deri në 6 javë si marmoti. 3-6 Ore, po, Si sa di punë ki e hija Mi pra. kush në Valentini mua dhe këtë vit do me E thonë. më mirë, po do bësh pushimet e verës me ato çke, do futja kënaqesh. tani. Do t'i them për ndonjë shkronja, për ndonjë gjë që duket Thuaj, aty. Po, po, ja Qa ta është- hedhim kështu, paralelisht. qa Ma është- shëli Do një gëja, po. inicial thuaj. Kjo shkronja. Ç'është kjo s-ja këtu? Qa Spiritualist. është kjo shkronja po e pyes? Spiritualiste, po, Mikaela spirituale. Po, fiksun. Ua, së moj, së doli, Së? shikon, po, së, po është së më e fort, thot. Në Filxhan zakonisht shkronjat lidhen me iniciale, thot, emri personi që po mendon për ty, kush është me së... Nuk një asnjë mes, thuaj më gjej një Është, inicial tjetër se s'më pëlqen. Sander kjo. Gjoka. Si shenjë dashurie, thot se ja tregon një lidhje që ke pasur ulje ngritje, tërheqje të fortë, por jo lineare, dikë që se shpreh lehtë atë që ndjen. Ke Ore, ndonjë s'më tërheq asnjë mes, më gjej një shkronjë tjetër. Ora, po, mund Po të na jetë thuaj vetë tani. Mund Qa të- Po shkruaj? merreni alfabetin me radhë, merrem mbar alfabetin. Okej, A. mund të jetë, më fal, mund E të jetë madhe kjo, shtypit. Thuaj stop. mund të jetë kjo sëja siklet për shkak. Ky Pra, personi me është sikletë, siklet. tani ti këtë filxhanin po e shef për të mështuar mua sikleta apo si e ke hallin? Jo, ma jo. Se e nis edhe në fillim të ke Ose një mund gjë t'jetë kështu shumë të kështu. rënd këtu. Mo e thot çati Ka kaluar, po ti e ke akoma ndaje mendjen Ti e Frans. di që ta shikoja unë Filxhanin do të thoja ke gjithë rrugët e hapura. Po, e ke bardësi, E ke bardësi. ke një fejes Aty shumë skëter. shpejt. S'ja Hajde, është kështu, serbes. Serbes, të mbeti Ndodhe ndonjë shpejt e shpejt ndonjë gjëra. peng, do të i them Po ndonjë gjë tani do tjetër. e pyesim pak për punën. Vetëm çik për lek, mo lek. Për Nuk e ekonom, çek. po puna tash i Lek. thash Transakcioni, si ishte? Ka Aman. Sa po Leka erdhi ka një qytet. njoftim. Sa po merr dio Frans një njoftim, transaksion pyeta. në dalje. Si nuk vjen një njoftim transaksion në hyrje? ka leka thot, po jo me njerë. Jo me një. Me Ah, dy herë. Duhen thënë vin gradualisht, pagesë kthim borxhi ose diçka që I ke me gjysma Mikaela. Ore, prap japun. pastaj gjysmën tjetër. madje thjesht e ke kështu thot, brenda një muaji vjen diçka e vogël mesatare, do çati. Jo, Hajde, kështu. mos sa pa E gjë. kap një 20 çdo. Sa për të pirë një kafe. Për 2-3 muaj gjendja stabilizohet më mirë thot. Kështu që do kesh lek, kjo është Po ide. mirë, po e pe kështu këtë filxhanin ti Po, mendoj që e përgatituni ke 2-3 shumë muaj mbani ju mua, çfarë më thën? E ke shumë mirë filxhanin, mos e ndro. Mbaje. Të Ama, shkon ky filxhan. Shëndeti thuaj. Radhës tjetër do ma shikoni mua Filxhanit, Pa, po do ta Ta shikojmë. premtojmë, ta me premtojmë. dylbi do ta shikojmë. lek do marrin Pa merak. njerëzit, lek do me thënë, kështu shpërblime do marrin njerëzit e quizit që kemi ne apo jo na. Se unë pa puna. Patjetër filxhanin e bëm e krym atë punë, e pam edhe fatin e Mikaelës. Tani që t'ju ndri fati dhe juve, duhet të përgjigjeni saktë për quizin ton të ditës gjeje ku. Ju kujtojmë edhe një herë pyetjen që është në këtë vend, në këtë shtet, në këtë qytet, ore këtu, pikërisht këtu, nuk ndizet, më saktë ndizet ekspresi edhe në 12 natës për të pirë kafe. Bëhet fjalë për Romën ose Stambollin ose Athinën. Cilin prej këtyre qyteteve kë po kërkoj? Po ti jeni treguar të vëmendshëm do ta kuptoni se për cilin kemi folur gjithë këto minuta. Tani për t'ju Po. dhënë një ndihmë të vogël, po heqim njërin nga qytetet. Ama vetëm Athinën mos ma hiq. Ama. Po me qënë se e do kemi pikë të Athinën, dobët. dhe me qënë se pijet kafe turke më shumë në Stamboll, po heqim Stambollin. Kështu që alternativat janë Okej. Roma dhe Athina. Në Hajde, këtë ndajeni. vend mund të pijet kafe dhe në 12 natë. Ndajeni 0 mendje. 68 20 63 4, 2, 3. Edhe në Premium Channel, mos harroni në faqen tonë të Instagramit, na shkruani atje.
Do na shkruajnë, po më ndërkohë më kanë shkruar disa miq të mit. Dhe me Qa miq thuhet? më kuptoj dëgjuesit. Sigurisht unë e thashë në krye të herës që për çfarë do më shkruajnë mua. Po për ankesa, pra për ankesa, për çfarë tjetër. Kan hallë. Për Ka hallë. ardhur momenti të dëgjojmë ankesën e ditës. Jepi. Hallin e ditës. Qa hallë kanë kallur sot njerëzit Ja, me ta dëgjojmë njerëz se si e kanë kallur hallin. I hapën veshët. I hapet mirë. I kemi kështu poshtë kufjeve, po hapur janë. Prisni pak. Hajde. Pak suspans. Dëndëm. A jeni Ankesa gati? e Dëgjoj parë, në vëmendje bisedën që keni tani Aha. mbi lëvizjen ku është më mirë të jetojmë jashtë apo këtu. Për shembull, unë jam babai i 2 vajzave, njërën e kam jashtë dhe njërën e kam këtu. Dhe kur bëj krahasimin e tesës nipave të mi atje dhe nipave të mi këtu, jo nga ana ekonomike për ushqime për ato, po për kushtet e tesës, arsimi i mit, e gjithë të qanë zemra. Do me thënë, kur jam andej, jashtë, mendoj, sikur të ketë edhe kjo e vogla, të ketë mundësit, ti bashkohet motrës e të jetojnë atje. Ju përshëndes dhe emision mbar. Të përshëndesim edhe ne, përshëndesim po edhe ne, nuk po. e Dhe të kuptuam kush ishte falenderojmë. zotëria. Mirëmëngjesi gjithsesi. Ky që ka hall, imagjino është një Është prind, vërtet hall, ky sepse është të hall mendosh që vërtet. prindrit duan me patjetër t'i kenë fëmijët sa më pranë. Pra Po- të jetë ajo familja e bashkuar. Dhe të dëgjosh zotrin që E, pra. thot ku ta gjejash edhe e vogla ti ikte të bashkoj me motrën, të jetonte jashtë për Po. të ardhmen e nipërve dhe mbesave të tij është vërtet një hall dhe diçka. Po mirë, është edhe një lloj sakrifice se prindrit duan që fëmijët e tyre të jenë sa më mirë, Patjetër, edhe duke më të qenë mirën se gjithmonë. njëra prej vajzave të tij pas ka patur mundësinë që të jetojë jashtë e ta ndërtojë jetën aty, ai shikon që është një realitet komplet shumë më i mirë. Dhe do donte që dhe vajza tjetër, pse jo, t'i bashkohej të motrës që ndoshta të mos vuante këtu. Po, kjo është diçka e e vërtet, tillë. po zakonisht prindrit, flas për prindrit shqiptar, zgjedhin që thonë duhet të rrinë me ne, duhet të rrinë me Po, ne, duhet na e shërbejnë vërtet. ne dhe kështu me radhë, kështu që na bëri përshtypje të gjithë dhe kjo ky mesazh i zotërisë i cili thoshte jo, vajza ime e vogël duhet t'i bashkohet asaj të madhe sepse e kam parë se si jeton ajo e madhe dhe dua që dhe kjo të jetë sa më mirë. Kjo është Nuk e dim në cilin vend është, pra për ku bëhet fjalë, po një detaj interesant është fakti që ai përmend niprit. po. Që do thotë që në këtë vend ku jeton vajza e tij ka mundësi më shumë për fëmijët. Kjo Edhe është e unë mendoj vërtet. që kjo është zgjidhja më e mirë. Pra, në aspektin e prindrit, po zotëria që nga shumë mendje hapur se e sheh edhe me syrin e gjyshit, ai mendon për të ardhmen e nipërve të tij. Edhe ndoshta Tirana është bërë një qytet një çik i ngurtë dhe i betonizuar që edhe për të rinj, po edhe për fëmijët Nuk ta ka bën shumë jetesën një çik hapësira të për vështirë, fëmijët. qoftë për argëtim, po qoftë edhe për mundësitë që mund të kesh në të ardhmen, për karrierën, për pjesën e punësimit, pra që të jetosh me dinjitet si një qytetar i vërtet. Të bashkohemi në ankesën tënde, do donim të ishte një çik më fan edhe më argëtuese, Po, po është halli përbashkët, kështu që e kallëm hallin bashk. me sa Kemi duket. hall tjetër Monika? Kemi edhe një hall të dytë. Hajde ta dëgjojmë. Ja, ta Kallëm dëgjojmë. hallin. Hajde ta Hajde ta kallim. kallim hallin. Po vjen halli. Regjia mund ta Është kallim rrugës. hallin? Ku është halli tjetër? Halli. Kallëm që kemi bërë. Hajde. Rin. Hall pa hall mos na veri, thosë si ishte ajo shpreha. Pa Kjo halle është- mos na lënd, nuk e di se si ishte. Kjo është regjistruar në teatrin Po Opera qa mos Baleti. tankojemi, kemi 3 orë në trafikës, në punë nuk shkojmë dot. Kemi Ska faj. Sa shpejt ishte kjo? Kemi 3 orë në trafik, tha nuk po shkojmë dot në punë. Prit ta gjem edhe një herë më? Hajde edhe Se na një. iku? Po qa mos tankojemi, kemi 3 orë në trafikës, në punë nuk shkojmë dot. Lëre fare vlla. Mos ik fare. Po ky është më rrinë duket- shtëpi. Të kërkojmë ndjes nëse ke marrë orientime për trafikun nga Nga Bujari. Jari, po. Mbajmë përgjegjësinë. Ky është hall, me thënë drejtën, ky është hall. Tani, të zgjohesh në mëngjes, ke për të arritur në punë, të duket sikur po ikën në aeroport, ndrojë Po të çfarë në aeroport, more, Si ka ka? raste që më përpara arrin jashtë shtetit, kudo Është- qoftë destinacioni sesa në punë. Është hall shumë i lezetshëm. Se është justifikimi më i mirë që mund t'japësh në punë. Ah, E vërtetësisht, ja. po ka trafik, më ç'a ti bën? Qa ti bën? Mos Me me këtë këtë kohë kohë kështu. andi, kam 1 orë që jam nisur. Kam dalë që në 7, prandaj po arrin në 8. Me këtë kohë kështu e ke justifikimin në xhep, Ka janë një bllokuar ka rrugët. një super mënyrë se si zotëria mund bashkë me ata që po na dëgjojnë tani, mund t'i kalojnë këto 2-3 orë që shpenzojnë në trafik duke shkuar në punë, duke Dhe na lexojnë dëgjuar ne. libra. Duke na dëgjuar ne mor njerëz. Thash se do Ne lexojnë ju libra. mbajmë ne me gjëra interesante, mirë me edhe libër lexon. Në trafik, e ke bër? Po. Ç'a bën njeriu në trafik? Kot për kuriozitet. Ja pra Arina dëgjon ne çfarë do më mirë se kaq ti. Muzikë dëgjon, Po. çmime fiton nga kuicet, dëgjon
edhe një çik ankesat e tjerëve, po argëtohet edhe me Barcoletën siç do argëtohet Po, më vonë me ha, në gjë. Francin. Aha, e kam gati unë atë, po pak më vonë. Ama. I dëgjuam, ja, do ta them pak më vonë. Tani është momenti halleve, e kallëm hallin tani. Po kush ta qan hallin sot o Franc? Na dërgoni halle të tjera sa të keni mundësi në numrin tonë të telefonit 068 40 63 423. Edhe kështu me voice është shumë e bukur. Halle do të dëgjojmë ne tani për ditë me Mikaelën, domethënë kur të vi ky momenti i ankesës së ditës. Megjithatë tani erdhi momenti për të dëgjuar prapë një çik muzikë tani. Do muzikë po. Dua. Si është ajo kënga Harxhoje hallin mos kurse nuk mbret një kursim ta. Hallin është. Këngë. Është këngë tjetër, jo kjo, bëjmë shaka. Okej, u kthyem në studio. Sa shënon ora? Sa bukur këtu me ty. Se porini kaq pranë. Faleminderit. Po, se i kemi lënë vendin të ftuarit ton. Çdo të hënë ne kemi rubrikën që i dedikohet mirëqenies dhe sot kemi kënaqësinë të kemi në studio Pavli Brozin, i cili është nutricionist. Mirëmëngjes Pavli. Mirë se erdhe. Kënaqësi, mirë se ke ardhur. E nisi me vaktin që për mendimin tim është më kryesori, mëngjesi, ai që nxitimthi me gjithë punët që ne kemi, e harrojmë, e lëm pas dore, e shtyjmë, hera herës e zvendçojmë me një kafe. Shkurtimisht, para se të shkojmë në punë, pim një kafe shpejt, sa gabim apo sa mirë është kjo gjë. Ndjes Pavli, të lutem sa më afër mikrofonit që të mund të kemi mundësi të dëgjojmë. Faleminderit. Je mirë. Okej. Rreth shëndetit të tyre. Okej. E para një komplimenta për bluzën sepse më pëlqeu super kjo gjëja që është shumë interesante. Do ta shpjegojmë edhe këtë. Atëre rreth kafes mëngjesit shpeshherë shqiptarët e bëjnë këtë problem. Edhe bëjnë të gabim që nuk konsumojnë mëngjes, nga nxitimi pinë kafe sepse mendojnë do marrin më shumë energji. Por çfarë ndodh? Në mëngjes ne kemi nivelet e kortizolit të larta, është hormoni i stresit e kështu me radhë. Edhe në momentin që ti shko edhe pi kafe, do bësh një çrregullim, do bësh një rritje akoma më të lartë kortizolit në trup, do jesh akoma më i stresuar, ka njerëz që mund të kenë dridhje, mund të kenë më shumë uri gjatë ditës e kështu me radhë. Për mos përmendur dëmin që i bëjmë stomakut kur pim kafe esë. Kafja nxit një hormon që quhet gastrin. Ky hormoni nxit stomakun që të lëshojë acid për të tretur ushqimin. E në momentin që ne kemi stomakun bosh, atëre thjesht do të dëmtojmë stomakun, do kemi refluks, do kemi dhimbje stomaku dhe në afatgjatë do bëjmë shumë dëme. Është shumë e benefiqshme kur e pim kafen mbas ushqimit, sepse siç e thash, nxit stomakun që të prodhojë acid edhe të tresi mirë ushqimin, por kur është stomaku bosh, është e pavlerë dhe ka shumë dëme. Pas ka shumë pasoja. Tani të rikthehemi një herë bluzës, meqense e përmendi Franci, çfarë shkruhet aty? Më mirë pa mëngjes se sa brioche. Pra brioshi nuk quhet mëngjes? Gjithjeta ime ka qenë gënjeshtër. Gënjeshtër ka qenë. Atëre, shumë njerëz do mërziten për këtë fakt, edhe sepse do thonë italianët, francezët e kështu me radhë, por çfarë ndodh? Një ushqim që është i përpunuar në nivele shumë të larta, me shumë sheqer edhe me shumë kimikate të shtuara, nuk është ushqim. Do me thënë, nëse ne është një gjë e prodhuar në fabrikë që nuk e di, mund të jetë barabartë dhe me një ilaç që lanë Që lanë enët. Seriozisht? E barabartë, do me thënë, mos ta marrin njerëzit në kuptimin. Okej, se na trëmbe. Do me thënë, e barabartë me një kimikat që është prodhuar në fabrikë që ka shumë ingredient shtuar, sidomos ushqimet e ëmbla të paketuara që rrinë nëpër rafte me vite të tëra, që kanë çokoladë shtuar, kanë qumësh shtuar, edhe rrinë nëpër rafte të ruajtura, normalisht që kanë ingredient që i bëjnë që kjo çokoladë mos prishet, edhe na shkatron trupin. Por sheqeri i esëll, shumë njerëz nuk e kuptojnë, është një ndër madje mendoj është gabim dhe më i madh se kafja e esëll, sepse me stomakun bosh, kur shkon sheqer në gjak dhe në stomak, kur shkon sheqer në stomak, rritet shumë sheqeri në gjak. Kemi një rritje jashtëzakonisht shumë të lartë sheqeri në gjak, sepse stomaku është bosh, nuk ka as fibra, as yndyrna, as proteinë, nuk ka asnjë gjë që ta balancojë këtë sheqer. Edhe kjo rritje kaq e lartë e sheqerit në gjak, ti do të bëjmë që do jesh shumë i stresuar si fillim mëngjes, do ndikoj me nivelet e kortizolit që ti ke, do të marrë uria jashtëzakonisht shumë shpejt, për as një orë do jesh prapë shumë i uritur, nëse konsumon vetëm diçka me sheqer, vetëm të brioshin.
do jesh gjatë ditës i lodhur, do mund të jesh i stresuar, mund të kesh jo kthjellësi mendore, mungesë përqendrimi, kështu që më mirë pa mëngjes fare se sa me brioche, qofse ajo është vetmja mënyrë që mund të konsumoni mëngjes. Po ndërkohë cili do të ishte një vakt ideal mëngjesi? Pra çfarë duhet të konsumonim? Atëre për mëngjes, si në çdo vakt tjetër, vetëm një ndërhyrje. Ndoshta do duhet t'japim dy variante. Për ata që kanë mundësi të zgjohen, ta marrin mëngjesin me terezi, ulen edhe shijojnë mëngjesin, t'japim çik edhe oraret se mëngjesin sa më të shpejt. Ne që dalim me vrap edhe po të paktën nuk duam ta kemi stomakun bosh. Ne që dalim që në mëngjes edhe duket sikur ham dark, e kupton? Se ngjem shumë mirë. Atëre po flas për personat që duan ta konsumojnë shpejt e shpejt, se besoj ata janë shumica. Atëre një këshill është që mëngjesin është mirë që mos ta konsumojmë 30 deri 60 minuta mbas ngritjes. Pra, jo direkt sa çohemi nga gjumi, por të presim 30 deri 60 minuta është optimalja, sepse në momentin që ne çohemi nga gjumi kemi siç thash nivele shumë të larta të kortizolit në trup, është vetvetiu trupi i njeriu. Po çfarë bëjmë një orën e më Pavli? Po ke çat bësh më ti përgatitesh për punën. Ne të zgjohemi në orën 4. Bën çik stërvitje të trupit. Tani 30 minuta, besoj rruga nga shtëpia në punë bën 30 minuta, kështu që nuk. A mund ta zvendçojmë me ujë, pra të japim ndjesinë e ngopjes stomakut duke pirë ujë fillimisht? Jo, nuk është njëjta gjë. Atëherë gjëja e parë që duhet bëni mëngjes është mirë të pini ujë, më që ma kujtove, pra gjëja e parë që të bëni mëngjes kur çoni është të pini ujë. Ka njerëz që mund bëjnë dhe ujë me pak krip për të marrë elektrolite e kështu me radhë. 30 minuta prisni që të konsumoni mëngjesin. Pastaj persona që nuk kanë kohë që të konsumojnë një mëngjes të bollshëm, atëherë zgjidhja perfekte dhe optimale janë frutat e thata. Frutat e thata merren direkt në dorë dhe konsumohen. Kanë fibra që do të balancojnë sheqerin në gjak, kanë yndyrna shumë të mira. Nëse ke kohë një vezë, ndoshta e ke zier që djen dark. Nëse s'ke kohë, nëse s'e ke zier që djen dark e zien sot mëngjes është super. Por nëse s'ke kohë, nuk ka problem. Frutat thata, një kos e hap edhe e konsumon direkte, edhe një frut, një moll për shembull është super perfekte sepse të jep energji, sidomos personat që punojnë mëngjes ose bëjnë aktivitet fizik, marrin goxha energji edhe nuk janë të lodhur. Tani kur themi kosët e supermarketeve me fruta? Jo kos me fruta. Ka shumë njerëz mendojnë që kosi i shtrenjtë me fruta në market është i shëndetshëm, nuk do të thotë gjë çmimi se sa i shëndetshëm është produkti, nuk ka lidhje fare. Besoj 99.9% e koseve në markete që janë kos me fruta janë të këqij dhe të dëmshëm. Kam një pyetje tani që shumë njerëz thonë është mirë që ta thekësh pak atë bukën në mëngjes përpara se ta hash, kurse kam dëgjuar të tjerë që thonë kjo nuk është e këshillueshme. Si qëndron vërteta me këtë gjë, domethënë? E vërteta është nëse ke kohë ta thekësh theke, nëse nuk ke kohë ta thekësh. Jo, flas. Ja, e kuptoj. Në vlera si ta kesh oreksin. Në vlera ushqyese është pothuajse njëjta gjë, nuk ka një ndryshim shumë të madh. Buka e thekur, karbohidratet ndoshta mund të kthehen në nivele shumë të ulta në resistant starch ose në një seshte rezistente që stomaku jot do ta ketë çik më të vështirë të tresi dhe do marrësh çik më pak kalori, do kesh çik më pak rritje sheqerit në gjak, por nuk është ndonjë benefit i jashtëzakonshëm thekja e bukës, as nuk ul kalorit në nivele shumë të larta. Kështu që nëse njeriu ti pëlqen dhe i shijon dhe ka kohë ta thekë, super. Pra se na janë hedhur ca njerëz na thonë mos e thekni bukën se s'është mirë ashtu, e ke parasysh po. Tani një nga gjërat që kemi bërë historikisht, të paktën në periudhën e shkollës, kam përshtypjen që shumë fëmijë bëjnë sot, nuk na lenin të dilim nga shtëpia pa pirë gotën me qumësht. Pra të paktën në stomak të kishe qumshtin, një gotë kaq e madhe dhe me qumësht të ngrohtë mundësisht. Po e merrni me vetë edhe në shkollë. Kishte nga ata që hidhin dhe një kokërvez brenda. Ka eksperimente e kam dëgjuar që t'jep forcë. Torturë. Tani këto janë tortura. Ja thotë është torturë. Apo janë gjëra të zgjuara. Jo, torturë për shihen vez me qumësh bashkë. Por që atëherë një gjë tjetër është që pirja vetëm me qumshit në mëngjes, pra vetëm qumësh, asnjë gjë tjetër, mund të ketë një diçka negative sepse qumshi përmban goxha laktozë që është sheqer. Përmban dhe yndyrna, por zakonisht qumshet që shiten nëpër dyqane janë të hequra yndyrna në nivele shumë të larta dhe nuk ka fare pothuajse yndyrna. Dhe ajo laktoza është sheqer, do të bëj prap, do të japi rritje të sheqerit në gjak. Pra qumshti më i mirë duhet të ketë yndyrë, po thua? Normalisht qumshi siç është qumshi normal, natyral, i paskremuar, i pa hequr yndyrna, por edhe mundonin mos konsumoni vetëm qumësht në mëngjes pas një gjë tjetër sepse laktoza do të japi një rritje sheqeri në gjak edhe ne nuk duam që të kemi rritje sheqeri në gjak gjatë ditës, sidomos në mëngjes. Po mirë, bëhet edhe ky kombinimi bukë me rrëçel, me gjallë dhe me gotë qumësht. Edhe mjalt, ë?
Dhe ja çelte mjalt, jo. Dashka të gjitha. Djerin dhe O të gjitha o asnjë tash, më vjen keq. O të gjitha o asnjë. Atëre edhe receli pra përmban sheqer, po gjithsesi gjalpi ka yndyrna dhe do balancoj rritjen e sheqerit në gjak. Atëre djalë tha, është më mirë bukë me mjalt dhe me gjalp. Unë e bëj shpesh të drejtën mëngjes, është një ndër vaktet që të ngop në nivele shumë të larta. Njerëzit nuk e imagjinojnë dot se çfarë lloj ngopje do kesh kur konsumon mëngjes bukë me gjalp me mjalt. Dhe nuk të rrit sheqerin në gjak. Nuk të rrit sheqerin në gjak sepse edhe mjalti nuk ndikon shumë sepse ka dhe antioksidante. Kështu me radhë, edhe gjalpi është shumë i pasur me yndyrna që do balancojë, nuk të kesh fare sheqerin në gjak, do jesh shumë i ngopur, edhe me energji është një kombinim goxha perfekt. Fantastike. Më duket se është ajo gjalp kikiriku është ai është i këshillueshëm apo jo? Trendet e fundit tani. Pra që ti Edhe këta që merren me palestër e përdorin shumë gjalp. Gjalpi kikirikut mbahet si një burim proteinik shumë i mirë, them drejtën, nuk është se ka proteina nivele shumë të larta, për shembull krahasim me vezën. Ndoshta gjalpi kikirikut më shumë besoj e konsumojnë persona që bëjnë palestre që duan shtojnë masë muskulare dhe duan të rrisin sasinë e kalorive që të konsumojnë gjatë ditës. Më shumë është i pasur me yndyrna sesa me proteina. Nuk është ide e keqe, thjesht mundoni nëse e bleni të lexoni ingredientët që mos jetë me vaj ule dielli, vaj palme e me ingredientë tjerë çuditën shtuar, thjesht 100% gjalp kikiriku i pastër, nuk ka asnjë problem. Ato vajra sidomos duken në raftet e supermarketeve kur i zgjedh që kanë bërë vendin e tyre. Ndonjë këshill të fundit, ndonjë merak të fundit për dëgjuesit tanë të Radio Travel? Atëre, këshilla ime është shumica e personave kanë nevojë që të konsumojnë mëngjes. Ka njerëz që mund funksionojnë pa konsumuar mëngjes dhe kanë gjetur zgjidhjen e tyre, por diku ke 90% e njerëzve në momentin që nuk konsumojnë mëngjes, një gjë është e sigurt, do kenë më shumë uri gjatë ditës, do jenë më të predispozuar që të abuzojnë dhe të konsumojnë shumë kalori në darkë, edhe konsumimi i lartë i kalorive në darkë është një ndër faktorët kryesorë që neve na bëjnë që të shtojmë peshë, sidomos dhe dhjam. Mund të jemi dhe rasti që bën përjashtimin nga ky rregull. Unë jam nga ato persona që nuk e konsumoj mëngjesin, bëj shumë gabim. Do përpiqem të rikuperoj dhe po, është e vërtetë që darka pastaj është shumë e bollshme, po ndoti që s'po shtoj në peshë për shkak. Darka kështu me bërxolla pastaj. Me çfarë të mundam, me çfarë të mundam. Tjetër me bërxolla ku ta gjesh. Mikaela doje një shenjë nga Zoti ti që të fillojë të hajë mëngjes, ja ti tha Pavli të gjitha. Duhet të dim edhe oraret më të mira. Shumë kënaqësi që të kishim, edhe në vazhdim do njihemi me këshilla të tjera sa i takon ushqyerjes më të mirë dhe më të shëndetshme. Faleminderit Pavli. Edhe ditë të mbar sot. Edhe mbyllim me këtë, më mirë pa mëngjes se sa briosh. Ne rikthehemi pas pak me tjera rubrika. U kthye. 9:28 minuta, koha ka fluturuar. Ora bie shi jashtë, nuk e dim akoma. Nuk e dim. Duhet të marrim taksistin ton prap në telefon që ta pyesim çik. Ai do të bie shi për jashtë më. A bie shi akoma apo? Majva? Jemi kur. Po. Bukur. Do jetë një super ditë Po domethënë. zgjasim atëre programin. Rrim këtu. Edhe 2 orë të tjera. Programe të tjera Mikaela. Çati yes, mendoj vetëm për veten. Jam pa çadër. Po mirë, gjejmë forma që targetohemi këtu brenda. Po, jam shumë Ne kemi dakord. pafund rubrika, po tani kjo është shumë e bukur. Se shohim edhe spionojmë një çik ç'a bëhet në rrjet, në rrjetet sociale, kush lë nam. Kush lë nam? Kë kemi përgjuar. Domethënë nami i ditës, Ande nga nami i bota, jo javës. këtu se. Nami i ditës, nami i javës, video virale e ditës. Kemi ta shikojmë. Okej. Hey Jeremy, what year were you born? Okej. What Amerikë. year were you born? 2004. Austin, what year were you born? 19. Hey Ben, what year were you born? 2000. Hey Dan, what year you were born? Oh, 19. Pra, kjo është një video po bën domethënë që nami. kjo po bën nami. Ky është kështu si trendi i momentit, si këto challenge-it e momentit, pra sfidat e momentit të TikTokut, Po. ku nëpër stafe pyeten për vitin e lindjes, se Dhe patjetër ne që i përkojmë gjeneratës së millennials, jemi para historik i bia. Kjo më ka ndodhur dhe mua. Unë çuditem kur dëgjoj që më thon, "Çfarë viti ke lindur?" 2006-ën. Ha? Nuk i bëj dot kokë. Se nuk je në kopësht. Po tamam, çdo këtu ti. 2006, po ka dhe nga ata që thon mbi 2010-ën, e ke parasysh janë në adoleshentë në 14-15. po. 16 vjeç ata që kanë lindur në 2010. Ashtu i Çfarë viti bie. keni lindur ju? 93 këtu. Para erës së Krishtit. Po, me dinosaurët para Lili. Po. Po duhet ta bëjmë edhe ne këtë video. Po, Meqense do ta që bëjmë. jam Po, Ja, po ne do të me mbarojmë të programin. tre Virale. 9 vjeça. Unë jam 97, unë jam e vockle, by the way. Ua, bravo. 10 ke për ty. Wow. Mikaela ti je 94. 94 Ai po. mirë, unë jam 93. Po tani kur s'po e nxirja vetë pse Po duhet ta dëgjoj- thojë ti më. Po dëgjoj këtë vërdall nga regjia ca reagime se kanë lindur njerëz edhe para 90-s. Jo, regjia më mos flasi se janë 1800.
Janë me Teslën, me Nikola Jo, se Tesla. kemi dhe një dy mish. Para Krishtit apo pas Krishtit? Nuk e di si bie, nuk e di shumë mirë. Kjo po ishte që video virale, shumë e bukur. shumë interesante ishte Mezi kjo po presim video. për të tjera tani në vazhdim. Ja çat bën teknologjia të Teknologjia. Okej. Okej, kemi patur edhe një quiz për ditën e sotme. Gjeje ku, ky do na shoqëroj çdo ditë në fakt, edhe është mundësia më e mirë për ju që të fitoni një kupon në vlerën e 50 eurove nga Sweet Spot. Sot ju pyetëm, në këtë qytet mund të pihet kafe edhe në orën 12 të natës. Për kë bëhet fjalë? Për Romën apo për Athinën? Për çdo qytet. Tani mund të flisni. Pa Do të thonë, Në qyteti është Roma. Roma. Për sigurisht, Roma, është një nga patjetër. vendet ku është kafja më e mirë e mundshme dhe sa mirë që mund të pihet deri në 12 të natës, edhe çon si ka se ngelet pa gjumë keni ç'a bëni në Rom plot. Te Fontana di Po, po. Trevi me kohë. Hedhat. Po shiko se mbase kalon dhe ajo orari asaj pagesës që diskutuam më herët. Ah, Ke ja, falas, përmendëm. Ç'boton ato 2 euro? Ke policë atje. Mos më Mos. ndosh gjëra. Okej. Mikaela. Oho. Fituesi për ditën e sotme është Oni me numrin po. Do ta bëjmë një çik më bukur. Okej. Dhe fituesi për Bu-bu-bu. ditën e sotme për quizin Gjeje ku është Oni. Me numrin që mbaron me 242. Urime Oni, ke fituar një Urime, kupon në vlerën e urime, 50 eurove nga Sweet Spot. Okej, ja e gjetëm edhe fituesin e quiz, domethënë e gjetë. E E gjetëm. shpallë. Se gjetëm ne po. Gjetëm ne? Mirë, unë do doja që të ishte edhe Athina, me të drejtë se më ka ngecur atje. Nesër do Po bëjmë. duhet një të ishte paraqitet. pyetja për frapein, jo për Aman bëj kafein. një quiz me Athinën se nuk na ndahet shpirti nga Athina. Nesër direkt, e po mos e dekonspiro se do ta marrin vesh njerëzit. Në ata ideja është që ta gjej unë, jo Ta të gjesh tjerë, ti? po. Po me çfarë numri do na shkruar se nuk lejohet për stafin. Oho, kam Do i goxha thos numra. mami të lutem ço këtë mesazhin. Ja, një nga ideja ta dha Mikaela, mund t'i them mamit, babit. Athina, çfarë si ka si shpyetja. E, po mirë, po ha. U Ore. kënaqet sot si kaluat mirë. Kënaqem shumë, faleminderit për sot. Fluturoi koha kështu, mor njerëz nuk e morën vesh. Kur Megjithatë, jemi ne fluturon Francë. vajza, un jam shumë i lumtur që jam me Jo ju vetëm në koha. studio dhe që do ta bëj këtë emision bashkë me ju. Do ta për bësh. vazhdim E ndave emisionin, mendjen. Po, patjetër. Okej, e kemi një E kisha kompliment shumë të sinqertë dhe kam vërtet. Faleminderit që më keni zgjedhur mua. Faleminderit që erdhe. S'ka përse. Kënaqësi. Mikaela ti do vish nesër? Përse po do vi unë. Si në ata si do bësh nesër? Po vi dhe unë, nëse po vini. hajde, vim të tre. Domethënë e ndam mendjen, do vazhdojmë të tre. Nesër në orën 7 Hajde, ku këtu. kemi këtu. Hajde toke. Toke. Bravo. Toke. Toke dhe ti tjetër. Do shihemi nesër i bie, ë? Do shihemi nesër patjetër me Barceleta, do sjellësh pra Barceleta. Kemi Barsaleta, kemi Çdo rubrika ditë të reja Barceleta, njerëz sepse çdo ditë ankesa, po. çdo ditë quize, por ama çdo ditë kemi edhe nga një rubrikë të re të ditës. Dhe të Avash, ftuar avash. interesant. Presim edhe sugjerimet tuaja patjetër, prandaj kemi vënë në dispozicion dhe numrin tonë të telefonit 068 40 63 423. Se për pak po jepja numrin tim. Edhe po në çon Premium Channel në faqen tonë të Instagramit na shkruani njerëz. I lexojmë të gjitha, edhe komentet edhe mesazhet. I lexon Franci. Po, okej. Kur s'ka ç'a bën. I ka lexim jashtë Kur klase s'ka natën. tualet. Unë dhe. Okej. Mbaroi dita, mbaroi dita. Faleminderit. edhe për Ishte sot. shumë kënaqësi që na shoqëruat edhe na ndoqët në Radio Travel dhe në Premium Channel. Prap nesër vazhdon avazi Ju në orën 7 të mëngjesit. urojmë Me ditë zgjohu mbar të podesha. gjithëve dhe shihemi nesër në mëngjes në orën 7. Miru. Pafshim njerëz. Festa e Shihemi ditës, nesër. festa e Paçi. ditës, paçi.